Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Ka shumë arsye për të diskutuar në Shqipëri për çështjet e sigurisë, të cilat janë të paanë, domethënë nuk di nga ti fillojnë dhe nuk di kur mund të mbarojnë. Por personazhet që flasin për çështjet e sigurisë, domethënë janë të ndryshëm. Jo vetëm numri i vrasjeve, jo vetëm krimi organizuar, jo vetëm krimi transnacional, jo vetëm siguria kombëtare, por tani edhe siguria globale. Unë kam zgjedhur një personazh që kam pasur shumë dëshirë të intervistoja shumë kohë më parë, po ashtu ishin disa punë, e themi me humor. Megjithatë, unë kam kënaqësinë të kem sot Gledis Nanon, ish drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit dhe pa diskutim një nga ekspertët më të mirë që ka pasur Shqipëria në këto 35 vjet për çështjet e sigurisë kombëtare. Zoti Nano, të falenderoj shumë që jeni në emisionin Dekalog. Mirë gjeta, faleminderit. Tani, pyetja e parë është si kanë qenë kjo kohë që nuk e qenë drejtor policie, jo kur ke qenë drejtor policie. Në fakt, një periudhë e ngarkuar, po themi. E ngarkuar, ë? E ngarkuar pasi unë nuk kam det asnjë sekond pushim. Nuk mund të rri dot. Kam qenë një njeri aktiv, patjetër. Kam qenë një njeri aktiv gjatë gjithë kohës që kam qenë. Me çajini më? Dhe mbas largimit, përveç punëve, po themi, angazhimin në punë si konsulent ligjor. Ku? Në kompani private, kam vazhduar dhe studimet. Studime tjera? Studime tjera. Së mjaftonin ato ty? Ja, nuk mjaftonin. Por për çfarë? Atëherë, mbas largimit, fillova një master ekzekutiv për kriminologji në Fakultetin e Drejtësisë, Universitetin e Tiranës. Një master realisht i mirë, me nivel, si në aspektin, po themi, pedagogjik të lektorëve, profesorëve të mi, ashtu dhe në kontentin e tij për çfarë tema trajtonte. Master? Master ekzekutiv. Ekzekutiv. Niveli 3. U diplomove për të? Po, dhe pas përfundimit të masterit kam filluar studime për doktoratur, po në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës. Ka ke u dhe i diplome? Kam profesorin nderuar dhe avokatin zotin Sokol Mëngjezi. Sokol Mëngjezi që pati një ngjarje. Si është avokati? Mirë është avokati. E përjetove atë ngjarje? E përjetova shumë, me thënë drejtën, sepse shiko, a di pse, e përjetova dhe në aspektin se u godit një person i drejtësisë, një person që mundohet të bëjë drejtësi, E vlerëson zotin Mëngjezi? Patjetër që e vlerësoj dhe si profesor, e vlerësoj dhe si avokat, por merdi shumë keq sepse madje bëra edhe një postim në Facebook mbas incidentit zotit Mëngjezi. Pasi një nga personat i cili u dyshuan atë kohë, mbante edhe mbiemrin tim, por që s'ka lidhje fare me mua, as nuk e njoh, as nuk e di kush është fare. Ky mbiemri yt Nano në fakt është nga Jugëveri. Është pak i përhapur dhe thash, jo se e ndjeja veten fajtor, se s'kam asnjë lidhje, po them edhe një herë publikisht këtu, por më erdhi shumë keq pse një person i cili përçon apo përpiqet të bëjë drejtësi, të goditet në atë lloj mënyre. Për detaje nuk kam, sepse do t'ja lëm institucioneve drejtësisë. Nuk keni detaje? Nuk kam detaje lidhur me incidentin dhe nuk dua që të aludoj, pasi çështja besoj që duhet të jetë në hetim ende. Për çështjen është motivi? Por çështja e incidentit po flasim. Pra çështja e ngjarjes rënd, se incident nuk e incident kur gërvishesh në dorë, ajo ishte rënd sepse i rrezikoi dhe jetën. Ai shpëtoi zoti i shpëtoi atë. I rrezikoi jetën profesorit, unë preferoj ta quaj profesor jo avokat. A është udhëheqësi i diplomës tuaj? Sepse është udhëheqësim edhe përshëndes dhe kam vlerësim maksimal. E njoh prej kohësh si profesor dhe si avokat. Tani, zoti Nano, nuk je një çik i arsimuar kështu over, sepse për në Shqipëri nuk duhen kaq të mirë arsimuar, se ti me diplomë FBI-e, bën një master tani, bën doktoraturën, ore, s'të marrin punë kështu po t'jesh me doktoraturën në Shqipëri, ore. Shiko, gjatë gjithë karrierës time kam pasur fatin që të trajnohem nga agjencitë nga më prestigjioze në botë. Perëndimore flas. Nuk kam menduar ndonjëherë që trajnimet e mia apo shkollimi im do të marrin patjetër një shpërblim më pas. Nuk jam bërë me qëllim për të pasur një shpërblim. Jam bërë me qëllim që unë ta konsideroj veten personalisht të arsimuar dhe të edukuar në ato nivele që kanë dhe agjencitë dhe kolegët tanë ndërkombëtar, me qëllim që ky
ky trajnim, nga përfitimi i këtij trajnimi të përçohet apo të përcillet dhe një eksperiencë tjetër tek kolegët varësit dhe të arrihet një standard pune më profesional dhe duke u barazuar, po themi deri diku me kolegët ndërkombëtar perëndimor. Tani ajo që ju e keni si, po themi, diplomë më të rëndësishme, pavarësisht etapave që ju tani jeni duke ndjekur, është diplomimi juaj në FBI, në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tani unë kam lexuar, kur jeni emëruar drejtor, kam lexuar gjithë ato normat që duhet kapni dhe ju i kishet kapur. Mua më keni lënë pa fjalë. Si kapët ato normat atje? Ato ishin shumë, do thënë, të forta. Ato ishin gati kështu si ato stërvitje spartane. Shiko, Akademia Kombëtare e FBI-s ndryshon nga akademia, po themi, e nivelit bazë e përgatitjes së punonjësve të policisë nga policitë ndryshme amerikane për t'u bërë agjent federal. Kjo është një nivel tjetër, është nivel më akademik. Megjithatë, edhe përgatitja fizike kishte rol thelbësor. Personalisht nuk më shqetësonte kjo pjesë. Personalisht më shqetësonin rezultatet dhe përfaqësimi im në këtë akademi, sepse aty, siç edhe e pash vetë, personeli akademik i akademisë ishte një nivelit shumë të lartë dhe kam parë një nivel realisht special të profesorëve, po kështu edhe niveli i kolegëve që ne ndodheshim në të njëjtin kurs, në të njëjtin klasë, shefa policie nga vende të ndryshme, nga shtete ndryshme të Amerikës, po kështu dhe një pjesë, 10% e klasës, po themi, e kursit ton, ishin ndërkombëtar nga vende të ndryshme, dhe ata me një eksperiencë saktuar secili në vendin e tij. Kështu që cila ishte prova më e fortë? Nga fizike të flas. Nga provat fizike, në fakt, me mbritjen në akademi, të gjithë studentët, po themi, të gjithë pjesëmarrësit testohen për vrap, 1 milje, 1.6 kilometra, që duhet kapin normën kohën e caktuar, nuk e mbaj mend. E kape, E kapa, dhe sa shkova patjetër. Jo, to thosha unë si. Ideja është që ajo kërkonte një përgatitje paraprake, përpara se të nisesh në akademi, nuk është se do të shkosh atë. Përpara se të shkojnë, do stërvitesh atje. Përpara se të shkojnë në akademi, kërkonte një përgatitje fizike të përshtatshme dhe në momentin që shkon në akademi, ata thonë që përpara që sa të vish do të testohesh për vrapin 1 milje, që duhet realizuar në kohën e dur. Në pistë kështu? Në pistë patjetër, me mati, me kronometër dhe shumë e hapur, se je me të gjithë kolegët atje dhe e di se ku je në raport me veten dhe me kolegët. Mbas kësaj, nëse nuk kapet kjo norm, ata t'japin dhe një shansë të dytë dhe norma fizike, ky është një test paraprak, po të gjitha norma fizike duhen kapur për shkak se në testimi final fizik, po themi, përgatitjes fizike, është Yellow Brick Road, që ata i thonë, ashtu e quajnë, dhe është 10 kilometra. Këtë më mend, ky ishte 10 kilometra me pengesa, po themi. Ishte relievi? Relievi me pengesa, ishin pengesa në natyrë. 10 kilometra? 10 kilometra. Jo i gjithë 10 kilometrë që ishte vrap, sepse ka momente që kur do kalosh pengesat caktuara që ata dhe kishin modifikuar një pjesë i shfaqen dhe në për filma këto stërvitjet, do të kishte zbritje militar nga një lartësi. E kap edhe këtë? Po të gjitha, dhe ajo duhet shkapur një normë caktuar. Tani kjo në fakt nuk ishte ajo pjesa, si thua, penalizuese e akademisë. Kjo ishte më tepër një pjesë honorifike që e gjithë klasa, 250 që ne ishte 250 student, duhet të realizoni normën të gjithë bashkë, pa lënë askënd mbrapa. Do të thënë kjo ishte në kolektiv. Kjo ishte kolektive dhe niseshin të gjithë, kush mbrapa më shpejt, të gjithë e kapën, përveç një kolegu i cili kishte probleme shëndetësore. Ajo duhesh kapur më tepër për atë pjesën honorifike, po themi të... Po ku stërvitët ju? Të studentit akademisë. Brënda në akademi. Ati në akademi? Aty kishte stërvitje
për ditë, po themi, gjatë orarit mësimor, ishte pjesë e lëndëve mësimore. Po kështu edhe gjatë pas ditës duhet të kishe pa angazhim vetë, duke u stërvitur vetë. Së vite personale, me qëllim që të dilim rezultat, sepse ai merakumi i madh ishte që shkon nga një vend si Shqipëria, pavarësisht se ne themi që nuk njihet, por Shqipërinë e njohin shumë. Në cilën vit keni qenë në 2017. 2017. Dhe sa zgjati 2 vjet më s'ka? Jo, ajo zgjat 3 muaj, sepse më thash që është Akademia Kombëtare e FBI-s, është nivel më i lartë akademik, nuk merresh me pjesën bazike, po themi, të investigimit, po merresh me problematika dhe studime, po themi, të fenomeneve, jo thjesht me raste konkrete. Raste konkrete kishte, po tjetër. Ju thash, meraku është se, si që shpjegova, ne mendojmë se nuk e njohin Shqipërinë e njohin shumë mirë. Ju jeni vetmi shqiptarë që keni mbaruar ata akademi? Jo, janë dhe 7 kolegë tjerë. Dhe 7 tjerë? Dhe 7 kolegë tjerë. Ta 7 tjerët ku janë? Janë, një pjesë janë polici, një pjesë... Asnjëri nga ata nuk është bërë drejtor? Së fundmi, zoti Doda, Indri Doda, kolegu im, me cilin kam qenë dhe në Siri, 3 herë. Indri Doda? Është emëruar, po. Çfarë është emëruar? Është emëruar drejtor i shërbimit kontrollit brendshëm burgjeve. Një nga institucionet e sigurisë, po themi. Një nga studentët, po themi. Një nga ata që të diplomuarit e Akademisë FBI-s, dhe së fundmi unë pash në media që edhe një koleg nga Byroja Kombëtare e Timit është diplomuar nga Akademia Kombëtare e FBI-s. Okej, do ta përzim bisedën zotin Ano me disa fotografi dhe e fokusoj më shumë. Foton e parë, lutem regjia. Tani foton e parë unë kam zgjedhur këtë. Ky është një mendimi personal, ti mund mos e pëlqesh fare. Ky është Leon Gjilardi, këshilltari personal i mbretit Ahmet Zogun, në vitet 30, një ushtarak i njohur, kroato, italiano, austriako, domethënë kishte një përzierje. E thashun kur emëroi Edi Rama Gledis Nano, thash, emëroj, sigur, si Ahmet Zogu që emëroj Gjilardin. Po mirë, po kjo u vrapa se? Tani, ai nuk je në vitet 30 edhe të vrisin, nuk jemi vitet 2000. Edhe e vran pa dashje të shkretin, nuk e vran se ishe në një aksion ky shkret. Këta e vran se kujtuan se e çoi Zogu. Ky ishte për qef në vet. Dakor. Po megjithatë një ushtarak i jashtëzakonshëm. Ushtarak i jashtëzakonshëm, shikoj, edhe nëse shikon që në foto, domethënë tjepat përshtypjen e atij ushtarakut të disiplinuar, po themi, nuk e di, edhe kjo uniforma e pavarësisht se ka qenë në viteve të kaluara, të ngjallë dhe të imponon respekt, po themi, deri diku. Po mjekra? Sa aty e ke ngjasimin më të madh. Mjekra u bë objekt debati në fakt, kupton, dhe në policinë e shtetit sepse a tha ndonjëherë kryeministri, po thua, diku hiqe mjekrën? Jo, nuk patëm asnjëherë diskutime për mjekrën. U mundova që edhe pjesës policisë të jepi atë lirshmërinë e mbajtjes mjekrës, është diçka personale. Kur e mban drejtori të mbajnë tërë pas? Jo, patjetër, por edhe në aspektin procedurial, po themi, ligjor të rregullave të policisë shtetit, u munduam që ta rregullojmë dhe me ato rregulla që duan. Rregulloren e brendshme. Rregulloren e brendshme policisë shtetit dhe sepse më përpara me sa diu nuk lejohej mbajtja e mjekrës. Nuk ka qenë lejuar dhe nuk e kuptoj, nuk po flasim këtu për sektorët, po themi, që punojnë civil, sektorë që janë të forcave të posaçme operacionale, policia kriminale, patjetër që ata e kanë punën tillë dhe edhe do të kamuflohen, do të përshtaten me ambientin ku punojnë. Po flasim për punojëse policisë me uniformë, që e vetme gjë që si thuash kërkohej, që mjekrat ishte në një format të rregullt, jo si Taliban. Jo si Taliban, e thatë vetë ju. Tani ju pse mbajtët mjekër? Pse mbani mjekër? Keni një arsye? Apo thjesht kot? S'kam një arsye. Estetik. Thjesht për çështje personale. Okej. Foto tjetër. Tani ky është dita që ju morët detyrë. A mund ta kujtosh atë ditë çfarë marr mend ajo ditë që të mbeti patë një betim me veten tënde? Bëre me betim përveç atij betimit publik? Unë nisa me idenë më të mirë për të dhënë më të mirën time. Ajo ditë unë fakt nuk e kam shijuar aq shumë, më tepër kanë shijuar ata që e kanë parë dhe e kanë ndjekur ceremoninë se sa unë që isha patjetër ai emocioni, po themi. Kishe emocione, Po emocion patjetër, nuk është e lehtë. Tash çdo punonjës policie
e synon, po themi, rolin e drejtorit policisë, rolin e drejtorit përgjithshëm policisë shtetit dhe nëse çdo punonjës policie nuk e ka objektivin për qenë drejtori i përgjithshëm policisë shtetit, ai nuk ka motiv për punën. Shumë e drejtë. Erdhi në një moment që unë realisht nuk është se e prisja apo e kërkoja, pavarësisht se isha në një detyrë të drejtorit të antiterrorit, i cili edhe në varësi hierarkike është në varësi të drejtë për drejtë të drejtorit përgjithshëm policisë shtetit, por thash një ceremoni me emocion, me stres, po themi, nuk është e lehtë të dalësh të flasësh në rolin e drejtorit përgjithshëm. Si të mëroi kryeministri Rama? Të thirri, ai tha diku se ne e dim kështu që amerikanët kanë emëruar ty. Jo, deri në atë kohë ligji nuk parashikonte konkurs. Po, ju jeni i pari që keni konkuruar. Jo, unë nuk kam konkuruar mbasi Ilir Proda, zoti Proda ka qenë i pari. Mbas jush. Mbas me iku dhe zoti Romullaku dhe pastaj u vendos konkurimi. Po pra, se mbas jush ishte zoti Romullaku. Po. Direkt. Po dhe? Shumë, nuk e, shiko, për zgjedhja në atë kohë është bërë, me sa di unë dhe me sa më shtën, midis disa kandidatëve potencial, po themi. Nuk është se kishte një aplikim për të bërë drejtori i përgjithshëm policisë shtetit, por u përzgjedhën disa kandidatura dhe në një moment caktuar jam thirrur nga kryeministri dhe ministri dhe më shtojnë që do jeshti drejtori i përgjithshëm policisë. Kaq, kështu e bërë. Kaq, është vendosur, nuk është pyetur. Çfarë i thatë? I thash dakord, e vlerësoj dhe unë do t'jap më të mirën time, nuk diskutohet dhe më thanë ti do t'jesh drejtori i përgjithshëm policisë. Nuk të thënë të merrni mendim, ore, a ke dëshirë? Jo, nuk është punë dëshirë edhe sepse policia shtetit pavarësisht se është bërë pak administratë civile, po themi, kupton, ka dalë nga forcat armatosura, vepron ender me urdhra, kupton, dhe normalisht kur ngarkohet, nuk është çështje urdhri më tepër, por kur ngarkohet një detyrë është e vështirë që ta refuzosh. Është e vështirë ta refuzosh sepse tregon dobësi, mund të kesh shumë arsye që mund mos e pranosh. Vështirësi që nuk kanë të bëjnë me punën fare, por çështja është që kur të ngarkohet një detyrë dhe e refuzon, ajo për mendimin tim tregon dobësi. Dhe normalisht e pranua direkt. E pranova, patjetër që e pranova. U gëzove në vetvete? E pritë mirë? Shiko, u gëzova dhe fillova të përjetoj ngarkesën si do shkoj puna, si do bëhet puna, etj, sepse e gjitha është tek rezultati. E gjitha i meraku është rezultati se si do të paraqitesh, sepse nuk është detyrim vetëm për të drejtuar, po themi, forcën e policisë, është një detyrim ndaj publikut, është një detyrim ndaj institucioneve të tjera, partnere. Cili ishte njeriu që u gëzuam shumë që ju e emëruat drejtor? Prindrit? Po shiko, unë kam shprehur edhe herë tjetër që babai ka punonjës policie, ka qenë oficer policie dhe ka qenë shumë i mirë. Si quhet babai? Agronano. Agronano. Nuk e them unë, po e thon kolegët e tij, nuk e thot asaj se deri çfarë detyre arriti Agronano? Ka qenë dhe drejtor policie, qarku, ka qenë shef i antiterrorit në Ministrinë e Brendshme në atë kohë, se s'ka pas drejtori të përgjithshme, ka pas disa detyra të rëndësishme, por edhe në momente që ka pas detyra dhe po themi në nivel pak më të ulët, ka qenë pjesë e disa hetimeve dhe operacioneve që kanë bërë goxha buj, po themi. Për shembull. Për shembull vjeta thesarit Krabës. Është marrë babai juaj me atë? Ka qenë pjesë e këtij hetimi, është bërë dhe një dokumentar për çështjen. Për çështjen. Po, jo, unë kisha Spartak Poçi këtu para disa ditësh dhe ai e shpjegoi. Po në fakt nuk se u zbulua plotësisht ajo, kush e vodhi, kush. Nuk di detaje se nuk jam marrë me atë punë dhe nuk mund të flas për punën e tjerëve. Në fakt, të gjithë më kanë thënë që e ke pas profesorin në shtëpi, por kemi biseduar pak për sa i përket çështjeve të punës, jo për shkak të sekretit që po pra, atë dha në këshill babai? Shiko, kur i kam thënë patjetër që është emocionuar shumë, kush nuk do ta shikoj fëmijën e tij të arrijë në nivele kaq të madhe në jetë. Dhe them që ai e ka përjetuar më shumë nga të gjithë sepse është edhe pjesë e profesionit, po themi, ka qenë oficer policie, por patjetër që me merak të madh. Këshilla më e madhe, siç mund të flasë çdo prind, e kupton, me mend në kokë.
Jo, me në kokë, ta thonë gjithmonë, nuk tha kështu mendohë kur t'ikësh, jo tani që fillon. Kjo i përmbledh gjitha. Në fakt, nuk folëm gjatë, sepse edhe unë duhet lëvizja kisha diçka tjetër për të bërë lidhur me punën. Po? Por këtë shprehje ja kam thënë kolegëve të mi kur vinin dhe muronin zyrë. Vinin muronin zyrë dhe thonin Urime, urojmë të rish sa më gjatë. I thash, rrit gjatë apo shkurt nuk varet plotësisht dorën time. Mund të bëj atë që di të bëj unë dhe mund të bëj. Por unë i uroj vetes që si qyra nga dera, dal prap nga dera. ju dolët nga dera? Unë besoj që kam dal nga dera. 10 muaj e 25 ditë kënde du drejtor. Unë besoj që kam dal nga dera. U shkarkuat? Po nuk është shiko, nuk është çështja u shkarkova apo ika vet. Në dienin time apo në konsciencën time unë jam i qetë dhe i pastër. Në raport me ligjin dhe me Zotin dhe me të gjithë kolegët. Jo, u shkarkuat, po ju fituat një betejë gjyqësore. Ajo është një proces administrativ që unë do ta zhvilloja patjetër, sepse nuk thash edhe një herë, duke qenë se e konsideroj veten të qetë dhe të pastër, nuk mund ta pranoja një. Dhe çfarë mban vendimi i zotin Anoj, që ju është i padrejtë shkarkimi? Shfuqizimin po. Që do të thotë që ju mund të ktheheni? Tash mund të kthehen, po kjo është diskrecion i Këshillit Ministrave. I zotit Rama, i kryeministit. Ramës, po, i kryeministit. Nga ana tjetër, jemi përballë dhe një, po themi, konkursi i cili është vendosur sipas dyshimeve të fundit të ligjit të policisë shtetit. Ai që duhet konkurosh për një detyrë. Duhet parë. Po ju morë dhe dëshpërblimin financiar. Po, edhe dëshpërblimin si. Sa është dëm pagën e drejtorit përgjithshëm policisë shtetit deri në marrjen e mandatit 5 vjet. Ju kishte mandatit 5 vjet. 5. Po pas ka dalë mirë, më. Shiko. Në financiar pas ka dalë mirë. Shiko, rroga është e familjes. Rroga nuk është çështje. Jo, po i lutem stafit tim, të lutem se zuat në presë emisionin, më bëni pak 5 vjet rroga e drejtorit policisë. Rroga e drejtorit sa është? Po sa ka qenë atë kohë, jo sa është tani. Po pra, në atë kohë. Sa ka qenë 120.000 lekë të reja. 120.000 lekë të reja, bëni dhe ma dërgoni të lutem regjia. Po? Kështu që është çështja e të ndjerit më tepër mirë me veten dhe kundërshtimi i një vendimi të padrejtë që të mos ngelet njoll, si thua, në. Je i lehtësuar? Po patjetër që jam shumë i lehtësuar. Do të pyes për këtë, foto tjetër, do të pyes për këtë. Tani këtu është momenti me zotin Çuçi, ministrin e Brendshëm. Me ministrin e Brendshëm. Cila tani nga përvoja ime si gazetar, unë mendoja kështu, që shkojnë mirë punët kur drejtori i përgjithshëm i policisë nuk shkonte mirë me ministrin e Brendshëm. Kur shefi i shtabit përgjithshëm nuk shkonte mirë me ministrin e Mbrojtjes. Kjo ishte në perceptimin tim si gazetar, se çka ka ndodhur me ju nuk e di. Ju si shkoni me ministrin e Brendshëm? Shumë mirë. Marrëdhënie institucionale shumë korrekte. Po ne gazetarët kur thua marrëdhënie institucionale korrekte, themi i kanë më keq se ç'mundet. Tani, shiko, puna ka diskutime, ka debate në kuptimin e mirë të fjalës. Jo, se ju shkarkuat, këtu e kam fjalën unë. Po mirë më mirë, nuk thash edhe një herë, unë kam qenë dhe në një dalje tjetër televizive, mediatike dhe nuk kam pranuar dhe e kam shprehur që ajo është diçka ime personale të cilën unë nuk do ta komentoj ndonjëherë. Qofse më pyesi për nuk do ta komentosh. Nuk do ta komentoj, të paktën. Pse ky diskrecion? Nuk e di, ndoshta ndihem më mirë kështu. Shiko, kur punon në këto institucione ka shumë momente që i fut këtu edhe nuk dalin më. Te ke mësuar në arsimimin në Shqipëri apo arsimimin në Amerikë? Arsimimi në Shqipëri fillimisht patjetër, sepse ne kemi një arsimim policor të fortë. Nuk është më kanë dhënë mësim kuadrat policisë shtetit, kështu që nuk mund të themi që çdo gjë ose çdo kush që është i suksesshëm duhet të jetë patjetër i diplomuar apo i arsimuar jashtë. Edhe arsimimi ynë ka vlerë. Zotin Ano, a ju dha zoti Çuçi si ministri i Brendshëm në një urdhër që ju nuk e zbatuat? Jo, nuk mbaj mend. Po një urdhër me imponim? Jo, nuk mbaj mend. Nuk mbaj mend një. Ka kaluar edhe shumë kohë dhe nuk është se më ka ngelur në memorie në diçka ne. Jo, këto gjëra mbajnë mend, zakonisht. Këto. Ideja, shiko, thash edhe një herë, ideja është e diskutimeve më tepër në punë, se kur i quan debat duket sikur ke bërë
sigurisht konfliktuar dhe ke bërë sherr. Ideja e diskutimit Jo, se kam aty unë, se për më tepër zoti Çuçi nuk është natyrë. Nuk është natyrë pra. Pra, unë e njoh shumë mirë, po Ideja e diskutimeve në punë janë diskutime për cilë zhvillim. Patjetër që do të kuptojmë pak dhe pozicionin e ministrit, i cili është një pozicion politik, do të kuptojmë pak dhe drejtorin e përgjithshëm që është pozicion më teknik dhe më policor, dhe në fund ditës është drejtori i përgjithshëm ai që mban përgjegjësi, për strukturën. I keni thënë ndonjëherë jo? I kam thënë shumë herë jo. I keni thënë shumë herë. I kam thënë shumë herë jo. I kam thënë shumë herë jo zoti Çuçi, i kam thënë shumë herë jo dhe ministrave të tjerë që kanë qenë përpara. Në funksionet që unë kam pasur. Edhe kryeministri, edhe kam diskutuar me kryeministrin, kemi diskutuar, është në raport, po duke argumentuar. Tani shiko, ka një diçka. Ka një diçka, thashë një herë. Në aspektin e përgjithshëm mund të kërkohet çfarë do lloj gjëje, apo jo? Kur bëhet fjalë për punën, ka argumenta, ka diskutime të cilat të bëjnë që të mos e zbatosh një diçka sepse teknikisht është e pabëshme. Nuk kam rast konkret tani, nuk më kujtohet në rast konkret, por patjetër që kur argumentohet, pavarësisht se janë politikanë, janë njerëz që kuptojnë. Foto tjetër. Ja, këtu me zotin Rama, si ishin marrëdhëniet tuaja me kryeministin Rama? Shiko, marrëdhëniet kanë qenë marrëdhënie korrekte dhe më ka bërë përshtypje, po themi, sepse shumë miq, edhe mbasi u largova dhe mbasi ika, më kanë pyetur dhe marrëdhënia ka qenë shumë korrekte. Marrëdhënia ka qenë shumë korrekte si në telefon, ashtu dhe bisedë drejt për drejt. E shpreva dhe në një dalje të fundit që pata, që unë nuk e kam për karakter t'i bëj fushë njeriu, absolutisht kushdo qoftë ai. Po? Por duhet të them që marrëdhënia dhe komunikimi ka qenë shumë korrekt. Ndërkohë që aludoj dhe njerëzit siç flasin që shiko se kryeministri sillet keq me stafin, ju bërtetë, ju bën, nuk di në një rast që ty s'ka bërtitur ndonjëherë. Ndonjëherë deri më sot jo njëherë, nuk ka bërtitur ndonjëherë. Ka qenë marrëdhënie shumë korrekte. Atë ka dhënë ndonjë urdhër zoti Rama që do ta bësh kështu se të them unë? Jo, nuk ka pas asnjë rast tillë. Për më tepër mund të them që kishte një sens humori. Humor, ëh? Shumë po, kishte shumë humor. Në komunikimet që unë kisha, edhe shumë humor. Ndoshta e bënte këtë edhe për të thënë që shiko, në raport me, domethënë unë nuk jam ai kryeministri që rri strikt siç e shikoni me atë formatin e tij karizmatik të rëndë etj etj. Unë nuk jam drejtorit të policisë. Po, nuk jam, po. Drejtorit. Në kuptimin e kësaj, kështu që shiro pak edhe je pak më i lirshëm, jo për të qenë, si thua, i bindur për ato që s'duhen bërë, por për të krijuar ndoshta një raport më të çliruar, sepse me thënë drejtën, në raporte pune, marrëdhënia profesionale, personale ka të bëjë shumë. Dhe ju i kishit marrëdhënie të mira? Marrëdhënie shumë mira. Në atë pratë kohë sa kemi qenë. Po ti kishit mira juve, nuk do të shkarkonte ai zoti? Po, se çfarë ka ndodhur, nuk e dim. A sot nuk e di? Nuk e themi atë punëve dhe nuk duhet që të komentoj fare dhe të bëj analiza lidhur me këtë pjesë, por thash edhe një herë, marrëdhëniet kanë qenë të mira dhe i rrim këtu asaj përgjigjes pyetjes bërë. Jo, a di pse se unë do lexoj vetëm një moment, vetëm sot qeveria mori vendim për shkarkimin e drejtorit përgjithshëm të policisë Gledis Nano, nuk realizoi objektivat. Qeveria dhe Këshilli i Ministrave ka menduar se shkarkimi i drejtorit të përgjithshëm të policisë është një mas për të patur një reagim më të fortë në luftën ndaj krimit të organizuar. Kjo është direkt për ju. Po, ore, kjo është direkt për mua, nuk diskutohet ajo. Po doli pastaj mbas një muaj si kryeministri dhe ministri thanë që ky është viti më i mirë në statistikat e vrasjeve. Tash si ta kuptojmë këtë? Kjo është kritik për ministrin. Tani, kjo është një diçka, ligji i policisë shtetit për shkarkimin e drejtorit përgjithshëm të policisë shtetit, përveç disa pikave të tjera të nenit që bën fjalë për të punë, e vetmja pikë ku mund të argumentohet, po themi deri diku, ka qenë kjo, mos realizim objektiva, dhe besoj që është vendosur. Dhe njëherë cila ishte mungesa e realizimit të objektivave? Vetëm për? Kaq që tha, mungesa në realizim objektive. Numri vrasjeve më mëndat vit ishte i ulët. Dakor. 48? Thash edhe një herë, kjo ishte një pikë e cila mund të justifikonte, po themi, shkarkimin sipas ligjit të policisë shtetit dhe ndoshta ajo u përdor. Edhe kjo ishte për mendimin tim. Misterioze ngelet. Foto tjetër ndoshta mund të zbulojmë në një gjë me tema të tjera. Tani,
Ajo që ju kishit armë më të fortë, që ne e kuptonim si opinion mediatik, po themi, ishte që ambasadat amerikane, Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin një mbështetje, ju kishin një mbështetje shumë të madhe prej tyre. I shprehim vlerësimin ton Gledis Nanos, i cili ishte një partner i fortë i Shtetet Bashkuara të Amerikës si drejtori i Policisë së Shtetit Shqiptar dhe më parë si drejtor i zyrës kundër terrorizmit. Tani, nuk bën ambasada amerikane një deklaratë kaq të fortë për një zyrtar të lartë të shtetit dhe se ka bërë as para jush, as pas jush. Investimi që thashë edhe një partnerët, jo vetëm ata europianë, edhe ata amerikanë, apo edhe të tjerë, kanë bërë për punonjësit e policisë nuk mund të shumëzohet me zero. Në rastin tim, kanë investuar me qëllim që si në pozicion e drejtorit të antiterrorit, ashtu dhe në drejtorin e përgjithshëm, policia kishte një përfaqësim dinjitoz. Në aspekt të trajnimit, ngritjes kapaciteteve, logjistik e tjerë, me qëllim që kjo strukturë t'i përgjigjes sfidave të kohës. Ju ka ardhur surprizë edhe këtyre me sa di unë, por pse nuk e kam bërë me të tjerë dhe pse e kam bërë rastin tim, unë nuk jap dot një përgjigje, kam shumë respekt për gjithë kolegët që kanë qenë në detyrë përpara meje, për ata që kanë qenë pas meje dhe për ata që do vinë, sepse e kuptoj shumë mirë se me çfarë sfide përballen. Por thash edhe një herë, investimi që bëhet për punonjës policie të cilët ecin në karrierë, normalisht nuk mund të hidhet poshtë për një moment. Normalisht qeveria shqiptare juve u shkarkoi, ambasada amerikane ju mbështeti. Kjo ishte përplasje edhe me dy institucioneve. Shiko, thash edhe një herë, dhe këta janë surprizuar sepse nuk e prisin që t'jesh drejtori i përgjithshëm dhe të rrish 11 muaj, një vit, ku di unë. Jo, ke ndendur 10 muaj 25 ditë. Po mirë, dakord. Jo, ta themi fiks. Dakord, të rrish aq kohë, nuk ke mundësi fare që të shpalosësh apo të tregosh se çfarë leadershipi ke dhe çfarë punë bëre. Çfarë mund të bësh, se çfarë bëre për 10 muaj është pak. Po s'po na e thua se çfarë ndodhi në fakt. Nuk do ta them, kështu që mos më. Nuk do ta thosh. Tani bëm një llogari neve. Rroga e 5 viteve është diku mbi 7 milion lek të vjetra. Po. Ka që marr? Si 7 milion lek të vjetra. 7 milion lek të reja. Të reja, po, të reja. Po. Ka që ke marr? Aq. Aq ke marr? Po. Halal ti bëv. Ke dal mirë. Është djesa jote. Shiko, barazuar me stresin dhe atë goditjen profesionale, nuk e gjej fare. Nuk i konsideroj dhe nuk mund të paguhet me para ajo. Sigurisht. Nuk paguhet me para, ha? Nuk paguhet me para sepse të ndërpritet karriera në momentin që ti ke energjitë më të mëdha për të dhënë. Je ndjerë keq? Për të dhënë, shiko, të vjen i natë shumë mendon dhe ke plane tjera dhe ndërkohë ndodhin të papritura që unë si uroj askujt. Po pse më misterën, pse s'na e thua? Foto tjetër. Cila ishte marrëdhënia juaj me Yuri me ambasadorën amerikane, sepse ajo mbështetje që ne unë thash nga ambasada amerikane, sigurisht që vinte radh parë nga shefja e misionit. Unë kam qenë në këtë foto, kam qenë në ambasadë dhe më është akorduar një vlerësim. Ju ka dhënë çmim? Ambasada, po, zonja Yuri Kim. Po. Në atë kohë kam qenë në detyrën e drejtorit të antiterrorit. Pa u bërë drejtori i përgjithshëm. Pa u bërë drejtori i përgjithshëm. Po. Tani duhet të kuptojmë që ambasadori është niveli më i lartë i përfaqësimit të qeverisë amerikane në vendin tonë. Flasim për Tiranën, për Shqipërinë. Kështu që takimet me zonën ambasadore nuk kanë qenë aq shpeshta, pasi puna mblidhte patjetër me ekspertët që ishin të stacionuar, po themi, në ambasadën amerikane. A mund ta tregoni çfarë organizuat ju, sepse me atë që ka unë ndjeni, ju keni realizuar disa aksione të përbashkëta me
përfaqësues të policisë amerikane, të FBI-s, ndoshta edhe të shërbimeve sekrete dhe të sigurisë të tjera. Mund ta thoni në një operacion, në një, sidomos në detyrën e antiterrorit, por edhe të drejtorit përgjithshëm të policisë? Shiko, operacionin që ne kemi realizuar bashkë me partnerët, domethënë, hetimet dhe operacionin e patjetër që kemi pasur konsulencë, po themi, dhe mbështetje nga Shtetet e Bashkuara, nga agjencitë partnere, jemi konsultuar pasi ekspertiza e tyre në këtë fushë dhe mbështetja teknologjike apo zhvillimi teknologjik ishte shumë herë më i madh se yni, kapacitetet po themi. Gjithmonë janë gjendur, na kanë mbështetur, na kanë këshilluar për operacione në vazhdimsi, po themi, që ka pas antiterrori. Në fakt, operacionet që kanë dalë me shumë sukses me partnerët amerikanë janë ato operacionet cilat nuk kanë dalë asnjëherë në media. S'kan dalë asnjëherë? Asnjëherë nuk kanë dalë. Atëherë na i nxjerr sot. Shiko, ju thash që unë sot jam dhe lektor në universitet dhe më vjen mirë që kam mundësinë që atë eksperiencë, atë ekspertizë që unë kam pasur gjatë gjithë karrierës time në polici, ta ndaj me studentët. Me studentët. Kazuset që kam janë kazuse që është përfunduar gjykimi, po themi. Nuk kam asnjë kazus që është në zhvillim e sipër, jam shumë i kujdesshëm të pjesë dhe i gjithë ky informacion, po themi, apo i gjithë ajo punë dhe eksperiencë, mua profesionalisht nuk më lejohet. Nuk lejohet ti tregoj. Që unë ti tregoj. Domethënë nuk janë ato të Siris. Operacionet në Siri. Ato të Siris kanë dalë në media. Po pra se ato kanë dalë. Ato kanë dalë në media. Po janë të tjera që s'kan dalë. Janë të tjera që s'kan dalë. Dhe i lek shumë mistero drejtor. Dhe po ju them me bindje që policia ka ekspert, ka profesionist. Shumë të mirë? Shumë të mirë. Dhe kur atakohet policia mua më vjen keq, me thënë drejtën, sepse aty kalova pjesën më të mirë dhe më të bukur, por nuk mund t'i fusësh gjithë në një thes. Më kupton? Janë zhvilluar operacione që edhe partnerët amerikanë, domethënë, na kanë vlerësuar maksimalisht lidhur me rezultatin dhe mënyrën se si është arritur tek rezultati. Kështu që është dashur këmbgulje, është dashur lodhje, ka pas rrezik. Por thash janë i rrezikuar ndonjëherë? Janë shumë operacione. Jeta jote është rrezikuar ndonjëherë, zotin Ana? Shiko, kur e bën këtë punë për një kohë gjatë, nuk e kupton dhe ngrihet çika ajo shkalla e referencës, ku ti referohesh ti me rrezik. Se mund të kesh kur jeta juaj personalisht mund të kesh referencë tjetër për rrezikun dhe unë kam referencë tjetër për rrezikun. Jo, kur jeta juaj, këtu e kam fjalën, jeta juaj ka qenë rrezikuar. Kështu që rreziku është i vazhdueshëm. Rrezikut e ti jeton me rrezikun. Dhe ndryshe është një gazetar, ndryshe një drejtor policie. Ndaj them pra, cila është referenca juaj për rrezikun, sepse kur jeton për ditë me rrezikun, ndoshta, kupton, e quan normale edhe një... Dhe ju e quani normale? Edhe një kërcënim që mund të bëhet, edhe një, ku di unë, kanosje që mund të ndodhë, etj. Por jam mësuar gjithmonë me ka një shprehje shumë bukur të ndërkombëtarët që thonë be comfortable being uncomfortable. Duhet mësohesh me atë pa komoditetin tënd. Duhet të jesh rehat me pa komoditetin tënd, që do thotë që duhet të jesh gjithmonë alert, që nuk duhet të mbys rutina dhe nuk duhet ta flesh mendin që shikoj se nuk ka rrezik edhe në detyrën e drejtorit përgjithshëm të policisë, a ju kanë kërcënuar ndonjëherë zotin Ana? Ja, nuk kanë kërcënuar. Unë po filloj të dyshoj që ti thuat vërtetën apo jo, se ti pranove të tregoj ndonjë gjë, kështu që jo, nuk kanë kërcënuar. Jeta juaj ka qenë në një rrezik si drejtori i përgjithshëm i policisë? Shikom, edhe lëvizjet e mia kanë qenë shumë të hapura dhe unë kam lëvizje edhe në këmbë kur kanë qenë drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit. S'kam parë asnjëherë në këmbë. Në rrugë? Më kanë parë pa në rrugë. Në rrugë? Kolegë tuaj më kanë parë, i kam përshëndetur, patjetër. Kam lëviz vetëm. Doja të isha vetë aty të bëj një fotografi, thashë ky drejtori i policisë vetëm kam lëvizje dhe nuk e kam pas problem fare. Thash edhe një herë, ta them me bindje që nuk kam pasur një kërcënim drejt për drejt. Nuk jam ndier i rrezikuar. Shikoj, njerëzit flasin sa duash, kupton, njerëzit flasin plot,
Kështu që mua nuk më bën përshtypje dhe I konsideroj më tepër burra ata që vinë ta thonë ballë për ballë. A ke pasur nga këta burra? Jo, s'kam pas deri më sot. Foto tjetër. Ju ishit suksesori ti? Po. Ju ishit pasarsi? I zoti Veliu, po. Ardi Veliu ishte pararsi juaj. E vlerësoj shumë dhe kam pas marrëdhënie shumë korrekte si drejtori I përgjithshëm. Kam qenë drejtori I terrorit të varësit zotit Veliu. Ishin varësi ti, po? Po. Kemi kaluar shumë mirë, shumë mbështetës, patjetër. Ka qenë dita e parë kur zoti Veliu dorëzonte detyrën dhe unë e merra detyrën. Edhe dhani këshill zoti Veliu? Ditë me emocion, zoti Veliu më tha shijoje sot se nga nesër ke punë. Kështu tha, shijoje sot tha se. Shumë tha. E bukur kjo. Foto tjetër? Tani këtu keni një aktivitet, ishte foto publike dhe unë zgjodha me Renea. Po. Tani unë do për ata djem atje që I kemi reparti më të rëndësishëm që mund të kenë institucionet e sigurisë në Shqipëri, dua të thuash disa fjalë. Ç'a është kjo trup elite që ka Shqipëria? Se pak flasim për ata janë heroj. Dhe unë kam shumë dëshirë t'i kushtojmë disa minuta këtyre djemve që sakrifikojnë jetën e tyre, që bëjnë ato operacionet që vetëm ti e di se si I bëjnë. Puna me repartin Renea më ka lidhur edhe në detyra tjera që kam pas përpara, çdo operacion të vështirë e konsideronim dhe e planifikonim që ta realizonim me Forcat Speciale Renea. Po? Janë një ekip I veçantë, po themi, janë forcat elit policisë po? Shqiptare, janë forcat elit, po themi, për sa I përket jurisdiksionit brenda Shqipërisë. Ka goxha potencial dhe brenda ekipit dhe brenda repartit Renea. Kam konsiderat shumë të lartë për të gjithë ata që punojnë aty. Jam munduar që t'i mbështes me sa kam pasur mundësi. Jam munduar që ata t'jenë gjithmonë në objektin e punës, sepse çdo gjë e vështirë, fjala e parë ishte të marrim Renean. Kështu thoshin, ëh? Gjë e parë. Po. Direkt Renean. Që marrim trasim Renean. Tani Renea ka një objekt pune shumë specifike dhe nuk mund të përdoret për çdo kontroll apo për çdo aktivitet, po themi, që nuk është e domosdoshme angazhimi I kësaj force. Ajo që më vjen mirë është që Renea për herë të parë ka marrë pjesë në gara konkurruese në Dubai, kur unë kam qenë drejtori I përgjithshëm. Dubai, ëh? Po, morëm pjesë atje, dhe kanë dalë shumë mirë herën e parë. I kam takuar sepse kam qenë dhe vetë në disa takime në Dubai në atë kohë. I kam takuar, pavarësisht se ata duke qenë më kërkues tek vetja, nuk e konsideronin që rezultatet ishin shumë të mira, por duhet të kuptojmë që forcat tona speciale, pavarësisht se janë trajnuar dhe me forcat tjera speciale, qoftë rajon dhe ato perëndimore, kishin përballë forca që kishin kapacitet edhe më të madh dhe eksperiencë më të madhe patjetër. Por në ato gara kanë dalë, për mendimin tim, kanë pas nivel shumë të mirë. Dhe e kemi parë pastaj çdo vit është bërë si traditë pjesëmarrje në këto. A merr Renea nga shteti ynë atë që u takon? Shpërblim financiar, po edhe logjistik. Shiko, duke qenë një trup e vogël në numër, krahasim me numrin e përgjithshëm, nuk e di numrin e saktë. Është sekret. Nuk takon mua ta them numrin e saktë, por është sekret, po e kuptova. Çështja është që në raport me gjithë trupën e policisë janë një trup e vogël, po themi, në numër. Dhe mbi 50? Shteti po mbi 50. Dhe shteti nuk e ka për gjë fare që të Po jo, a trajtohen financiarisht ashtu si trajtohen financiarisht dhe trajtohen financiarisht më mirë se pjesa tjetër e trupit të shtetit. Mendoj që duan vëmendje më të madhe. Po pse se bëjnë më kaq ne këtë? Mendoj që duan vëmendje më të madhe, domethënë në çdo aspekt. Qoftë në trajtimin financiar, qoftë në trajtimin e pajisjeve, ka pasur zhvillim her pas here, nuk po flasim për Renea në vitit 90 sot. Ka një ndryshim shumë. Se është I vetmi repart në Shqipëri, madje edhe institucion që s'ka ndryshuar emrin. Nuk e ka ndryshuar emrin. Renea, reparti eliminimit
të elementeve të armatosur. I vetmi institucion që s'ka ndryshuar emrin. Kështu që se këtu vjen një forcë e ndryshon emrin. Renea se ka ndryshuar. Se është edhe emri i bukur, tingëllon mirë. Tingëllon bukur dhe përveç se tingëllon bukur, për mendimin tim shfaq tradit. Shfaq tradit në kuptimin që shikoj se ka goxha kohë që është ky emër dhe nuk ka ndryshuar. Vazhdon, domthon ka konsistencë, ka vazhdueshmëri. Mendoj që ka mundësi, pavarësisht se është, thash edhe një herë, është vlerësuar dhe është mbështetur ashtu edhe në logjistikë, në pajisje, trajnime, pajisje. Mendoj që ka vend dhe ka mundësi për më shumë. Ju bët një gjë për më shumë në ato 10 muaj 25 ditë? Shiko, për aq sa kisha mundësi unë bëra patjetër, sepse mungonin disa elementë aty brenda repartit në aspektin e stërvitjes dhe trajnimit të vazhdueshëm të forcave speciale dhe i kemi realizuar, domthonë ne kemi zhvilluar ato ambiente brenda muajit. Qartë. Patjetër. Foto tjetër. E larguan dhe Ilir Prodën. Cili është komenti juaj? Shiko, me zotin Proda unë kam punuar që në vitet e para të karrierës, po themi, kemi punuar bashkë. Kam mbaruar mas meje, diplomuar mas meje në Akademinë e Policisë. Kemi punuar dhe spikaste si oficeri i Zoti, i Policisë Kriminale dhe shumë këmbgulës. Dhe kam qenë prezent i zhvillimit të disa hetimeve dhe zbulimit të ngjarjeve shumë të rëndësishme. Të suksesshme në atë kohë dhe në vazhdim. Po. Dhe më erdhi mirë kur bërë drejtori i përgjithshëm në aspektin profesional, kur shikosh një djalë të ri që kur e larguan merr detyrën, më ka ardhur shumë keq patjetër, sepse e kam thënë dhe më parë që largimi kaq frekuent, kaq i shpeshtë i drejtorit të përgjithshëm nuk përcjell një mesazh pozitiv në trupin e policisë shtetit. Përcjell vetëm mesazh negativ dhe një mesazh që askush, domethënë, nuk ka garanci të punojë. Nëse ikën drejtori i përgjithshëm policisë shtetit që presupozohet që është niveli më i lartë dhe ka një mbrojtje, po themi në thonjza, sepse është drejtori i përgjithshëm që zgjidhet me konkurs, aktualisht emërohet nga Këshilli i Ministrave etj etj dhe ikën drejtori i përgjithshëm sa hapë mbyll syt, atëherë çfarë mund pres? Për disa molotov në vilën e Enver Hoxhës. Pres pjesa tjetër e policisë shtetit. Për këtë u shkarkuan. Zyrtarisht është dërhequr. Po, zyrtarisht është dërhequr. U aludua në media që incidenti i vilës në blok ishte shkak. Unë kam shprehur më parë dhe di që marrëdhëniet kanë qenë shumë të mira midis zotit Proda dhe kryeministrit. Nuk e di çfarë ka ndodhur. Edhe po ta dija nuk do ta thoja, të jeni të sigurt, sepse kur nuk po e them për veten time, nuk mund ta them për kolegun. Kështu që tani ti se thua për veten tënde, ky se thot, ti për atë se thua, ai për ty se thot. Ore, shiko, tani do marrë vesh në një gjë pse ju largojnë, ju rrini na 10 muaj dhe shiko si është puna. Ndoshta do vijë një moment që mund të shkruaj në një libër edhe aty do ta bëj, domethënë. Këtu të riqem, do ta shkruash librin. Kështu që ndoshta thash, nuk e di, unë nuk thash do ta shkruaj. Ndoshta do ta shkruaj dhe aty do të Se i ri për të shkruar libra me kujtime që tani, Jo, libra me kujtime unë nuk shkruaj që tani, sepse nuk është koha momenti, nuk e kam as moshën për të punë, por nuk dua si për reklam, por librin e parë e kam publikuar, ka qenë një studim monografik. Po. Lidhur me rehabilitimin dhe reintegrimin e personave të dënuar, të burgosur. Kështu që është më tepër një libër teknik se sa libër me kujtime. Kështu që nëse do ta shkruaj këtë libër me kujtime, atëherë besoj që aty do ta gjejmë edhe përgjigjen. Sa vjeç ishit ju kur morë detyrën? 40. 40. Foto tjetër. Ky ishte pasardhësi ju. Zoti Ermullaku ka marrë detyrën mbasi unë më larguar, po kam punuar gjatë me zotin Ermullaku, e kam pasë pror, kur punoja në policinë e Tiranës, njëri profesionist. Kemi bashkëpunuar shumë në kohën kur zoti Ermullaku ishte në detyrën e drejtorit përgjithshëm të AMP-s.
dhe unë atë kohë në detyrën e drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit, e gjitha në funksion policore, e gjitha në funksion të mbarvajtjes punës, e gjitha në funksion të pastrimit policisë nga ata elementë që nuk duhet. Edhe ky iku. Edhe zot Ermollaku qëndroi një farë kohë më shumë se ju. Mua, po them. Po prapë se mbaroi mandatin. Dhe u largua, po. Foto tjetër. Tani aktuali është zoti Bizhga. Po. Cili është komenti juaj se madje është 2 herë i komanduar? Po. Mbasi iku zoti Veliu, ka qëndruar një periudhë dhe tani mbas zotit Prota. Shiko, ligji i policisë shtetit dhe mënyra si funksionon policia shtetit patjetër që duhet komandohet dikush në momentin që një drejtues mungon, nuk është detyrë, është me leje, në trajnim, largohet etj. Kështu që nuk mund të lihet vendimarrja, po themi, apo leadershipi pa një drejtues sepse jo, nëse do ishte normale zoti Nano mbaronte mbarim mandati, bësh konkurse dhe zvendësohesh. Po, jam dakord. Këto janë anormale. Në kjo fazë tranzitore, domethënë fazë tranzitore deri në zgjedhjen e drejtuesit të ri të policisë së shtetit, zoti Bizhga është i komanduar. Ka detyrën e zëvendës drejtorit përgjithshëm dhe normalisht do të komandohet në atë detyrë. Edhe me zotin Bizhga kam pas fatin të punoj shumë vite përpara kur ishte në policinë e Tiranës? Në policinë në fakt në atë kohë kam qenë policinë e Vlorës. Në Vlorë, ka qenë drejtor. Po, dhe zoti Bizhga vinte nga qendra, po themi, nga drejtoria e përgjithshme për raste konkrete specifike, ngjarje kriminale etj. Dhe patjetër që kur vjen ekipi nga qendra, vjen dhe të drejton, kërkon, po themi, rezultate, çfarë është bërë, çfarë do bëhet etj. E vlerësoj patjetër. Uroj që për aq kohë sa të jetë i komanduar. Ketë incidente, po themi, që do të se ka një provë ditën e njëjtë që është protesta e PD-s. Dhe më e rëndësishme, ka një furi sulmesh nga Partia Demokratike dhe veçanërisht nga kryetari i saj, zoti Berisha, të cilin e ka etiketuar me lloj-lloj fjalësh. Tani, s'kishte vërteta kësaj, se duhet të flasë një oficer policie, sepse unë kam folur vetëm me sa e njohun, po unë jam gazetar. Unë nuk merrem fare me deklarata politike, sepse unë nuk jam një politikan dhe nuk bëj pjesë në asnjë parti apo krah politik. Nuk merrem fare sepse politika ka treguar jo vetëm tani, por edhe përpara që flet bazuar në ato informacione që ka dhe mund dalët flasë bëjt deklaratat ndryshme në televizion. Mua nuk ma lejon përgatitja ime profesionale jo, si e njini ju, që unë të flasë për njerëz aq më tepër publikisht. Nëse kam gjë, them sy, kushdo që tjetë. E kam aq kurajo, sepse me thënë drejtën, zoti Qafoku, ka shumë kolegë policinë e shtetit cilët kanë sakrifikuar jetën. Kanë dhënë jetën për këtë vend. Ka tjerë që janë plagosur në krye detyrës. Kanë sakrifikuar shumë. Për të paktën në rastin konkret unë kam pasur kurajon që të marr përsipër operacione që nuk kanë ndodhur në policinë e shtetit, siç ishte i rasti i Siris, bashkë me kolegun tim. Kemi shkuar atje dhe në zonë konflikti të shkosh me bluzën më të shkurtër, nuk besoj që është e lehtë. Por unë kam pas kurajon dhe kur e kam pas kurajon që të merrem dhe të shkoj në ato zona konflikti, e kam kurajon që të përballem edhe këtu në asfalt me këtë dojë që të dojë përballet. Dhe e kam kurajon dhe të them kujdo në sy atë që unë mendoj se çfarë mendimi kam. Kështu që nuk ka të bëj lidhje fare, nuk ka lidhje fare me nuk ka lidhje me zotin Bizhga, për zotin Bizhga unë kam vlerësim. Ke vlerësim? Kam vlerësim patjetër. E çat bën politika të baltosa. Ka qenë e prorim edhe kur unë punoja në drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit në funksione ndryshme të antiterrorit. Kemi bashkëpunuar, është kërkuar mbështetje për shkak të funksionit që ka pasur pozicioni zoti Bizhga, drejtori i policisë kriminale në atë kohë, dhe na e ka dhënë mbështetje sepse mbështetje për punën po kërkoi. Shiko, shefi e prori nuk është thjesht të kërkoj llogari dhe të thotë çfarë bëre dje dhe çfarë do bësh sot apo çfarë do bësh. Po çfarë do bën?
Prori është një mentor, po themi, I cili në raste specifike të udhëzoj, sepse ka një eksperiencë aktuar më të madhe. Dhe të motivon. Dhe të motivon për ta bërë punën. Të sugjeron si kjo punë të bëhet më mirë. Bazuar në eksperiencën dhe në rastet analoge që mund të kenë ndodhur përpara dhe mund të ketë kaluar apo studiuar, të drejton dhe të thotë që shiko kemi pas një rast të tillë dhe ti mund ta bësh kështu. Të jep versione, të jep variant, zgjidhje, po themi, të situatave të ndryshme. Dhe prandaj duhet e prori. Dhe prandaj prorët e mi kam qenë me fat që I kam pas oficer me eksperiencë dhe kam mësuar prej tyre. Kam marrë më të mirën prej tyre, me aq sa kam pasur mundësi që të punoj me ta dhe I vlerësoj. Foto tjetër? Tani, këta janë drejtorët e përgjithshëm të policisë së qytetit mbas vitit 1990. Po. Nga Fadil Canaj te Sokol Bizhga, unë do t'i them. Fadil Canaj, Astrit Mehaj, Sabri Jacaj, Agim Sheu, Sokol Bare, Besnik Bregu, Hasan Ahmetaj, Veton Gjoliku, Velim Iftari, Bilbil Mema, Baram Ibraj, Ahmet Prençi, Ysni Burgaj, Artan Didi, Akit Çako, Ardi Veliu, Gledi Snano, Muhamet Rumullaku, Sokol Bizhga I komanduar, Ilir Proda, Sokol Bizhga I komanduar, edhe mund të sa vendosim Sokol Bizhga, sepse është në jo I emëruar. Tani, me një llogari nga viti 2013 deri më sot kemi 9 drejtor policie që I bie gati 1 vit e 4 muaj. Mesatarisht rri një drejtor policie zoti Nano. Tani, çfarë është kjo? Jo thashë pak më parë, kjo është ajo që e bën do të thënë 8 se do të thënë llogaritu dhe zoti mbi. Po? Kjo e bën që struktura e policisë ndihet edhe më pasigurt, edhe më pa motivuar. Po pse e bën pastaj qeveria këtë? Pse e bën zoti Rama? Unë nuk I di arsye, thash edhe një herë pse ndodh kjo, por e mira do të ishte që ndoshta drejtori I përgjithshëm I policisë shtetit të ketë një status tjetër në raport me detyrën. Që do thotë? Që do thotë, pse jo, të zgjidhet edhe nga parlamenti, apo të ketë forma tjera dhe të ketë një mbrojtje, po themi deri diku. Nga parlamenti? Të jetë një mbrojtje që të ketë një siguri në vazhdimin e mandatit të tij. Tash drejtorët e policisë largohen para mandatit në Itali, mos të bëjmë kaq. Po këtë duhet të pyesja, si funksionon jashtë? Edhe në Itali është larguar para përfundimit mandatit drejtori I përgjithshëm policisë shtetit. Po kështu janë të gjithë ata, se këtu se ka mbaruar asnjë më zoti. Kështu se ka mbaruar asnjë dhe mua më vjen shumë keq, thash edhe një herë që mesazhi është tepër negativ për forcën e policisë shtetit. Ka shtete tjera që kanë emërimin nga parlamenti? Nuk mbaj mend në një që ta ketë nga parlamenti, por pse jo të merret një iniciativë e tillë, që drejtori I përgjithshëm të ketë fuqinë, po themi, fuqinë e ka se jep ligji, nuk diskutohet, por që të ketë sigurinë e qëndrimit detyrë për 5 vite, sepse në 5 vite do të kuptojmë diçka. Në 5 vite nuk është vendosur kota ajo 5 vjet. Me drejt rizgjedhje. Dhe një 5 vjeçar tjetër, apo një 3 vjeçar tjetër. 2 herë. Tani ç'është e tillë, në 5 vite patjetër që ligji është po ai që është, rregulloria është ajo që është, nuk diskutohet. Tash ky lider, ky drejtues që vjen, do të shpalosi platformën e tij, brenda kornizës ligjore. Ai shpalos dot për 10 muaj. Nuk e shpalos dot as për 10 muaj, as për 2 vjet nuk e shpalos. As për 2 vjet. As për 3 vjet. Sepse do fillosh të implementosh idetet tua dhe mënyrën tënde të leadershipit, projektet dhe ato objektiva që ti ke më primare dhe mendon që mund të sjellin zhvillim për policinë dhe të ketë rezultate. Shumë drejt. Dhe nuk I merr dot ato frytet e punës sepse ti e mbyll për 2 vjet, ato sa kanë filluar ose janë në projekt për të filluar si po themi si iniciativa dhe vjen drejtuesi tjetër, ndoshta për atë nuk janë këto, po janë disa tjera e tjera. Shumë drejt. Tani ka ndonjë nga këta zoti Nano, një drejtor policie që ju do doni ta vlerësonit? Thoni 2 fjalë që me vërtet e keni si një model pozitiv. Se unë po I shikoj gjithë tani, po kam përshtypjen që vetëm zoti Bajram Ibra ka mbaruar mandatin. Po, zoti Ibra ka qëndruar më shumë nga të gjithë. Unë nuk mund t'i ndaj dot kush më shumë, kush më pak, I vlerësoj të gjithë. Jo me të gjithë më ka rënë rasti të punoj, patjetër.
Po? Por Do në të veçoni ndonjë nga këta? Unë nuk dua t'i veçoj sepse nuk dua që të duket sikur unë preferoj këtë dhe jo të tjerë. Jo, se do thoni ndonjë nga këta të vjetrit, s'ka lidhje me punën tuaj, sepse për shembull zoti Canaj për shembull nuk jeton më. Fadil Canaj po i pa harruar qoftë dhe edhe unë shpreh për mendimin tim një fjalë dhe omazh për atë që ai ka bërë. Kam një vlerësim maksimal për zotin Canaj, sepse ka qenë po kështu dhe zoti Bare. Zoti Bare dhe ai nuk jeton më. Kështu që janë disa figura, me thënë drejtën, që kanë lënë gjurmë dhe duhet të kuptojmë diçka që janë figura në policinë e shtetit cilët kanë punuar në kohë shumë të vështira. Shteti ishte kanë pasur sfida që edhe të donte ti mbështeste dikush, nuk ishte kush i mbështeste. Shumë vërtet. Follo tjetër? Jo, është ajo, ju lutem, nëse keni mundësi atë të ministrave të brendshëm, regjia, është një nga ato. A presim një moment. Okej, ndërkohë komentojmë këtë dhe pastaj kthehemi sa të bëj gati regjia. Zoti Lamallari është bërë ministri i brendshëm, e kishit zënës ministër atje, se edhe ky ka thyer rekord zënës ministër. Po. Do doja një si keni punuar, si kanë qenë marrëdhëniet tuaja me zotin Lamallari? Është njëri shumë korrekt. Më ka rënë rasti të punoj drejt për drejt për shkak të, po them. Jo, të rrim edhe një atje, lutem regjia, te ku ishim? Për shkak të portofolit që kishte zoti Lamallari në Ministrinë e Brendshme. Po, te zoti Lamallari, ja vetëm një sekond sepse regjia e kaloi. Te fotoja që ishim, po komentonim foton me zotin Lamallari. Ja këtu, okay, po. Po dhe? Atëre kam punuar nga afër me zotin Lamallari kur ai kryente detyrën e zëvendësministrit ministrit të brendshëm. Ministrinë e Brendshme, njëri shumë korrekt, shumë i zgjuar, shumë punëtor. Shumë punëtor. Shumë punëtor ishte. Si do bëj detyrën e ministrit? Të ministrit të brendshëm. Po të brendshëm, se drejtësisht unë uroj që të dali me sukses nga Ministria e Brendshme, se Ministria e Brendshme është nga ministritë më të vështira që ka qeveria, po themi. Atëherë tani të lutem regjia foton e ministrave të brendshëm, se kemi edhe këtu një gjë shumë interesante, zoti Nana. Tani, mirë drejtorët e policisë nuk i duan kryeministrat, por edhe ministrat e brendshëm, 9 ministrat të brendshëm. Samir Tahiri, Fatmir Xhafaj, Dritan Demiraj, Sandëlleshi, Bledi Çuçi, Talon Balla, Ervin Hoxha, Albana Koçiu. 9 ministra ndërkohë sa drejtor? Dhe 68 është Lamallari. Se kemi edhe Lamallari 68. Se kanë dhënë këtu Lamallari. Që nga 2013 them. Do ndrimin e pushtetit. 9 drejtor përgjithshëm të policisë dhe 9 ministra të brendshëm. Nuk di, nuk kam ndonjë koment lidhur me këtë. Jo, do të kesh një koment për këtë. Kjo është sekrete. Jo, nuk ka lidhje sekrete, kupton, sepse këto Po 9 ministra të brendshëm, po çfarë do bëj ministri i brendshëm? Pozicioni i ministrit të brendshëm është pozicion politik. Po. Dhe e vendos qeveria, po themi. Po drejtori i policisë. Ka një sekond, nëse flasim për ministrat e brendshëm është gjë tjetër. Flasim sepse ministri i brendshëm është në pozicion politik dhe në aspektin e kabinetit qeveritar, po themi. Po. Ka ndryshime për shumë arsye. Është politik, okay. Është politik dhe tu ka dhe Ali Kazazi që kanë vetëm disa ditë, për shembull, ministër për shkak të rrethanave në 97-ën. Po tani në vitet 2000 tani të rrin ministri. Shikon, për mendimin tim edhe kjo lëvizje e shpesh të ministrave të brendshëm nuk i shërben fare, sepse policia është pjesë e Ministrisë së Brendshme. Dhe ministri i brendshëm është patjetër ai institucioni politik, po themi, që bën politikat e qeverisë, por pjesë e saj është edhe policia. Që do të thotë, nuk është të thënë që të lëvizen kaq shpesh për të pasur rezultat. Unë përkundrazi mendoj që duhet të kenë më tepër qëndrueshmëri në detyrë, që ne të shohim rezultate. Shiko, ka një diçka. Kur qëndron shumë detyrë, edhe kërkesa ndaj vetes bëhet më e madhe. Sepse kur e merr detyrën do fillosh të krahasosh me vitin paraardhës, apo jo? Ka qenë tjetër. Sa unë ministrat e mendoj kështu. Sa mendon ministri që është ministër, e heq kryeministri. Po. Tani çështja është që fillon dhe krahason
punën dhe arritjet me një vit më parë. Ndoshta me atë që ke zëvendësuar, por si të bësh 2 vjet në punë, do fillosh të krahasosh vitin e dytë të punës tënde me vitin e parë të punës tënde. Do që do patjetër që të kesh një farë zhvillimi që ti të krahasosh me veten tënde. Dhe kjo të bën më tepër këmbgulës dhe kërkues në atë që do të arrish. Dhe në vitin e tretë të punës, patjetër do krahasosh me 2 vitet e para të punës tënde. Dhe kjo është një do krahasosh rezultatet e vetë punës tënde. Po okay, po zoti Nano, në 68 ministra në historinë 114 vjetë të shtetit shqiptar, kemi dhe një statistik tjetër. Nga viti 1910 deri më sot, kemi 30 ministra të brendshëm në 36 vjet. Tani fal tani. Sa i bie çdo ministri? Po sa i bie? Një vit e shumë pak. Thash pra, është një institucion. Samir Tahiri është rekordmen. 3 vjet e gjysmë diçka e tillë, 3 vjet e 7 muaj. Është një institucion që është pak specifik, po themi, për nga jo vetëm për nga rëndësia dhe për nga problematika që trajton. Dhe thash edhe një herë, nuk kam ndonjë koment, por vetëm e gjë është që mua më vjen keq që ndrohen kaq shpesh sepse nuk i shërben. Nuk i shërben. E dëmton. E dëmton patjetër. Tani ka një ministër brendshëm që doni ta spikasin? Nuk kam. Grand Monstruqja, Eredi Shyti, Bajram Myzeiri, Vladimir Hysi, Bashkim Kopriku, Agron Musaraj, Halit Shamata, Belur Çelo, Ali Kazazi, Neritan Ceka, Periklit Teta, Petro Koçi, Spartak Poçi, Ilir Gjoni, Stefan Qipa, Luan Rama, Igli Toska, Sakol Oldashi, Bujar Nishani, Lulzim Basha, Flamur Noka, Semir Tahiri, Fatmir Xhafa, Dritan Demiraj, Sandëlleshi, Bledi Çuçi, Tavlan Balla, Ervin Hoxha, Albana Koçiu. I vetmi Fatmir Xhafa që është 2 herë për shkak të një qeverisë teknike, po themi në atë kohë. Nuk mund të ndaj dhe të veçoj ndonjë nga ministrët. Dhe nuk kam ndonjë koment, jo. Sigur të them unë një emër, ty nuk do ta komentoj për shemb. Jo, unë komente kam për secilin prej atyre që unë njoh dhe kam lexuar, sepse jo me të gjithë kam punuar, por nuk kam ndonjë koment veçantë dhe nuk mund të shquaj, po themi, titulli më i bukur i largimit dhe temërimit të një ministri, ja kam thënë këtu Spartak Poçit, që e justifikon dhe këtë atmosferë se si ikin, ishte ikëm Koçi, vjen Poçi. 50 me 51. Ikën Koçi, vjen Poçi. Dakor, këto janë tituj mediatik. Po jo tituj mediatik, po kjo tregon edhe për këtë që thash, që po tani nuk ngro as koltukun as karriken ministri. Okej, foto tjetër. Tani kjo është Çerovoda. Po. Ky është qyteti im, po që nga dhe qyteti yt. Ti nga Skrapari? Origjina e 2 prindërve të mi është nga Skrapari. Nga cili vend? Babai ka lindur në Potom, në fshat. Po? Kështu që ti që je qytetar nga Çerovoda, po. Në origjinë kemi nga fshati. Po? Më pas janë transferuar në Tiranë. Po? Arsimuar, shkolluar në Tiranë. Babi oficer policie. Oficer policie. Po mamaja? Po, mamaja ka punuar në financë. Në financë. Financiere. Si quhet mamaja? Antoneta. Antoneta. Dhe babi? Agron. Agron. Po? Kështu që ata të dy për shkak të punës, sepse thash edhe nga nëna kanë qenë ushtarak me detyrë, po? Dhe ndërkohë familja gjyshi, domethënë, ishim me punë në Shkodër. Po? Dhe prindërit e mi janë njohur në Shkodër. A janë njohur në Shkodër? Ndërkohë dhe babai punon në Shkodër. Ti ku ke lindur ti? Unë kam lindur në Shkodër. Ti ke lindur në Shkodër, a? Do të jesh shkodran nga Skrapari. Po, unë jam nga gjithë Shqipëria, me thënë drejtë, dhe nuk më ndaj dot asnjë qytet ku kam lindur, jetuar dhe Ti ke lindur në Shkodër? Atëherë unë kam lindur në Shkodër. Po. Dhe në moshën 5-6 vjeç jemi transferuar në Elbasan për shkak të punës së babait. Po. Dhe kam kryer shkollën tedhjeçare aty dhe më pas gjimnazin dhe arsimin e lartë në Tiranë. Kështu që kam shumë respekt dhe nostalgji për secilin vend ku kam jetuar dhe punuar. Edhe për Shkodrën dhe për Elbasanin? Edhe për Shkodrën dhe për Elbasanin. Edhe për Tiranën sigurisht. Edhe për Tiranën. Tani për Skraparin çka ke? Keni një gjë për Skraparin apo? Shiko, kjo është origjina e të parëve të mi dhe mua kur më pyesin çdo kujt i them jam me origjinë nga Skrapari. A kështu i thua? Dhe unë nuk e mohoj, po them me krenari origjinën. Do nuk thua nga Shkodra e nga Elbasan. Jo, ti thua jam nga Skrapari. Jo, sepse në Shkodër linda për shkak të rrethanave familjare. Dhe jam larguar 5 vjeç, pavarësisht se kam respekt, konsiderat, kam shumë miq. Si e mëroi Edi Rama një Skrapalin krye të
drejtorisë të policisë? Nuk e di, ndoshta Se ti ishe mëruar ti në kohën e Ilir Metës, do thoshin e bëri këtë skrapaliu. Ndoshta ka ngatruar ajo vendlindja, nuk e di. Vendlindja e Shkodrës? Jo, e bukur kjo, kjo ishte batut kjo. E them për humor, e ka thënë edhe Tan Hoxha këtë, unë e them për humor, po çështja është që patjetër që kriminalisti ka informacion plot për secilin nga ata që mendon Jo, ka rënë në biseda, i ka thënë kriminalisti që unë jam nga Skrapari? Jo, nuk mbaj mend këtë kemi diskutuar në herë për origjinë. Detyra jote nuk ishte pse ishe nga Skrapari apo nga Shkodra apo nga Elbasani apo nga Tirana, s'ka lidhje. Tani çdo shkoj në Skrapar? Shkoj. Shkon, ë? Shkoj. Ku shkon? Në qytet, në kanionet? Po kanionet të qenë të morë, pa tjetër. Shkon të morë, në Kulmak, e? Po, shkojmë. Mos më thoj që keni edhe një shtëpi kështu? Jo. Nuk keni. Po shkon shpesh? Shtëpitë e vjetra në fshat janë prishur, janë... Bëni një shtëpi të rrenjve atje, pse s'bëni një shtëpi? Nuk do bësh? Nuk besoj, nuk e di, për momentin jo, nuk besoj. Je i lidhur me Skrapari? Shiko, e dua shumë, unë nuk paragjykoj dhe nuk jam lokalist, nuk paragjykoj asnjë zonë, çdo zonë ka nxjerr figurat e veta. Por, thash, origjina e të parëve të mi, e familjes time, është Skrapari dhe pa tjetër që kur ke origjinën ke një farë debulese, kupton, dhe e shikon edhe me një sy tjetër. Tani ky mbi emri Nano nga Skrapari ti, me thënë drejtën ti. Se Fatos Nano, Mustafa Nano, Gledis Nano, Lera Dolin, po themi emrin e babit tënd, Agron Nano e tjetër. Me Mustafajin, me zotin Nano Ke lidhje? Kam misi, kam njohje. Jo, ke lidhje kështu? Jo. Janë nga një zonë tjetër, janë një fis tjetër, por kam respekt, konsiderat dhe kam njohje, kam pas komunikim aty etj. Okej, foto tjetër? Tani kjo është kampi në Manzi Mujahedinëve. Dhe këto ditë është bërë përsëri një objekt për diskutime. Bota po kalon një luftë Nano në lidhjen e mesme dhe nuk është thjesht vetëm sulmi i Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Iranit, po aty tani është bërë një domino e frikshme. Dhe këto ditë qarkulluan lajme në media, pavarësisht se rrezikun ne nuk e dim, po si një ekspert i sigurisë, a rrezikon Shqipëria dhe pikërisht ky kamp me opozitarët e Iranit që mund të goditet? Tani do ta fillojmë nga Shqipëria dhe pastaj të ngjitemi pak më lart, po themi. Institucionet e sigurisë në Shqipëri kanë punuar vazhdimisht që përpara se opozita e Iranit të vinte dhe të vendosej, ka pas vendodhje tjetër përpara dhe aktualisht ndodhet në Manz, ka punuar vazhdimisht për të krijuar kushte këtyre banorëve, po themi, të rinj të Shqipërisë që të jenë të sigurt, duke ditur që Irani i kishte në fokus, duke përdorur të gjitha format e mundshme për t'i dëmtuar, për t'i vrarë, siç ka ndodhur dhe në shtetet tjera europiane. I kanë vrarë, I kanë vrarë, i kanë ekzekutuar. Sa? Nuk mbaj mend numër, por di raste që janë vrarë në atentate me armë, me pistolet. Janë vrarë opozitarët, ë? Janë vrarë këta pjesë e këtyre. Pjesë e këtyre? Po. Këtu kemi në ngjarje? Jo, këtu nuk kemi ngjarje, ka pas planifikim për sulm, të cilat janë parandaluar në kohën e dur. Dhe sulm ndaj kampit apo ndaj personave? Sulm ndaj personazheve. Ndaj personazhe, për t'i vrarë këtu, Shiko, nuk synohet sepse kampi, domethënë popullsia ka qenë e konsideruar rreth 2000, 3000, kanë ardhur 2000, 3000, dakord, por nuk synohet çdo element i kampit për të goditur. Synohet leadershipi gjithmonë. Leadershipi. Dhe leadershipi konsiderohet i rrezikuar në çdo moment, mendoj unë, dhe ata marrin masat e tyre për lëvizjen e leadershipit. Çështja është që në aspektin taktik ushtarak, ekspertët ushtarak mund të flasin më mirë për këtë pjesë, por nga ajo që unë di, është që Irani nuk e ka kapacitetin të sulmojë me raket kampin e mujahedinëve të do nuk ka rrin kjo. Nuk ka rrin kjo. Edhe kjo edhe bazuar në një analizë tjetër që pa dashur të nënvlerësojmë kapacitetin ushtarak të inteligjencës, po themi, të Iranit, dhe është gabimi më i madh nëse bëhet ajo, pavarësisht se Irani në këto momente ndodhet në situatë shumë të vështirë, po themi, nga sulmet që po i bëhen,
nga Shtetet Bashkuara dhe Izraeli, nuk duhet nënvlerësuar dhe kjo është një element që e ka çdo ushtarak apo çdo strukturë e forcave ligjzbatuese apo të inteligjencës që kundërshtari asnjëherë nuk nënvlerësohet, sepse në këto momentet e agonisë që mund të jetë Irani, mund të bëjë edhe në një sulm ndaj personazheve të caktuara të kampit. Unë them që aktualisht nuk është vendi dhe koha që ne të përhapim panik, por nuk do të thotë që ne, meqenëse se Irani nuk e ka kapacitetin ushtarak të dërgojë dron apo raketa, ne të rrim të qetë. Irani gjithmonë është konsideruar si shteti më i madh i financuesit terrorizmit, siç ka bërë me Hamasin, me Hezbollahun dhe me grupe të tjera. Shteti më i madh financues. Shteti më i madh, po njëshi. Shteti numër 1 në botë që financon terrorizmin. Dhe në strukturën e tij dhe në atë, po themi, protokollin të institucioneve të sigurisë, forcat Quds, Garda Revolucionare, kishte operativ dhe sektor caktuar të cilët merrnin detyra për të realizuar sulme terroriste, po themi ne, pikërisht ndaj antarëve të opozitës Iranit, Mujahid el-Ka që i quajnë. Kështu që pavarësisht se Irani po pëson goditje, pavarësisht se Irani do t'i duhet që të përballet me fuqi shumë të mëdha siç janë Amerikë, Izrael, pavarësisht se Irani na ka lënë vetëm dhe nuk po shikojmë asnjë nga këto fuqi të mëdha të tjera të bllokut tjetër që ta mbështesë, siç mund të jetë Rusia, Kina apo ndonjë vend tjetër, mund të jemi përpara rasteve, po themi, operacioneve të dëshpëruara, do t'i quaja unë, që individ apo personeli caktuar i forcave të gardës revolucionare të Iranit të ndërmarrin ndaj figurave, po themi, apo personave që gjenden në këto kampe, apo mund ndodhen në Francë, sepse një pjesë e leadershipit ndodhet dhe në Francë, apo në vende të tjera, sepse ka edhe personazhe të tjera që janë të shpërndarë në vende të tjera. Tani ju mund gazohet me këtë, që ka pasur tentativa për të vrarë lideret e mujahedinëve të kampit në Manzë. Jo aty, por në rrethana tjera. Si prandaloi policia jo? Atëherë, shiko, ne bashkë me institucionet tjera në vend, kemi punuar shumë me shishin, ngushësisht, patjetër me shishin, me institucione partnere, kemi punuar shumë ngushësisht dhe jemi vënë ndjenjë të informacionit në atë kohë që element operativ po planifikojnë të kryejnë sulme. Problemi është që ku është vështirësia e këtij e parandalimit të këtij sulmi. Vështirësia qëndron sepse gjithmonë ata punojnë me proxy, domethënë me një person të tretë. Nuk vjen një operativ i Gardës Revolucionare të kryejë sulm me armë ndaj një. Po ai paguan dikë. Ai paguan dikë të huaj ose shqiptar për të realizuar një sulm ndaj një personazhi të caktuar. Kishte shqiptar të implikuar? Nuk kishim shqiptar. Nuk ishte. Shiko, ata kur bëjmë planin, patjetër që shikojnë mirë se çfarë kapacitetesh ka një vend i caktuar ku do të realizohet sulmi. Çfarë bashkëpunimi ka me agjenci tjera me famë botërore, po themi. Kështu që nuk kanë dashur të rrezikojnë për mendimin tim me personazhe të botës krimit shqiptare dhe i përzgjodhen të huaj. Ndërkohë që ne e kemi bërë publike në një konferencë për shtyp bashkë me drejtorin e përgjithshëm të saj kohe, zotin Ardi Veliu, bëm publik emrat dhe fotot e të gjithë personave të cilët kishin ardhur në Shqipëri për të realizuar sulm, pavarësisht se ne nuk arritëm t'i kapim, por identifikuam kush janë dhe i nxorëm publikisht mediatikisht që ne e dim që ju të gjithë huaj. Ishin gjithë huaj. Tani zoti Leshi, Sandër Leshi, ish ministri i Brendshëm, tha pak ditë më parë që ka pasur shqiptarë që kanë marrë rrogë nga Irani. Ajo është gjë tjetër.
Që do thotë çfarë? Ajo është gjë tjetër. Ne po flasim për sulme. Jo, okay, mbaroj, sulme të dhunshme në këtë rast. Sulm për ekzekutimin. Ndërsa për personazhet të cilat paguhen nga Irani me qëllim për të dhënë informacion në drejtim të inteligjencës iraniane dhe në dëm të kampit, po themi, apo banorëve të saj, ka pas disa raste dhe kjo është, domethënë, një pjesë janë gjykuar, dënuar, një pjesë tjetër janë ende në hetim, kështu që janë në hetim, ë? Ka persona që janë në hetim që janë të lidhur. Puna e institucioneve të sigurisë nuk mbaron. Nuk ndalon, nuk stopon ndonjëherë, sepse gjithmonë është ajo ideja se çfarë nuk dim. Atë që dim ne e dim, dhe do ta organizojmë punën. Si është ajo që nuk dihet? Ajo që nuk dihet, ajo të shqetëson më tepër. Sepse ti nuk e di se çfarë do ndodh, kur do ndodh, kush do ta realizojë, mënyrën si ta realizojë. Dhe ka shumë pikë pyetje në këtë mes. Janë ato 5 pyetje çfarë, ku, si, pse. I kemi dhe në media. Ashtu, kështu që kjo është ajo ideja që gjithsecili nga këto institucionet e sigurisë dhe institucionet e inteligjencës punon vazhdimisht që mos gjendet përballë surprizave. Si parashikon luftën në lindje mesme? Lufta në lindjen e mesme, për mendimin tim, nga mënyra se si u zhvillua, ndoshta kishte edhe parashikime se si do të shkonte, por nga mënyra se si zhvillua, se mua më pëlqen më tepër të trajtoj gjërat mbasi ndodhin dhe t'i analizoj dhe pse ndodhin kështu. Patjetër edhe kurioziteti se si do të shkojë nuk të lë. Duhet të shfletosh, të lexosh, studiosh, të pyesësh. Por ishte një orkestrim shumë i mirë. E pam fillimisht që u godit Hamasi në Palestinë. U godit Hamasi dhe ishte një luftë që zgjati 2 vjet. Kështu që mbas Hamasit ne pam që u godit Hezbollahu. Dhe mbas asaj ne pam që po shtrihet konflikti dhe goditja në Iran, sepse Irani ishte ai i cili sponsorizoi Hamasin dhe Hezbollahun për të kryer sulmet në Izrael, sulmi i famshëm i 7 tetorit. Kështu që jo pa qëllim, për mendimin tim, jo vetëm ushtarakisht apo në kuptim të inteligjencës është lënë tani goditja për Iranin, por ka të bëjë dhe me këtë mbështetjen që ne folëm pak më parë. Bloku i cili mbështet Iranin është më në gjendje ta mbështesë Iranin? Jo. Apo ka hallet e veta? Në këtë moment jo. Jo. Dhe atëherë Irani është i vetëm. Atëherë si parashikoni luftën? Atëherë, a kishte inteligjencën e dur Izraeli dhe Amerika për të goditur Iranin? Në momentin që e kishin, pastaj duhet bëhet bashkë dhe me pjesën e kapacitetit ushtarak, duhet bëhen bashkë shumë element që të goditet. Dhe unë e parashikoj që pa mbaruar ajo lista, se është një listë që këta i bën çek, kur godasin. Pa mbaruar ajo lista që nuk e di se sa faqe është, për t'i bërë çek të gjitha goditjet aty ku Irani duhet goditur, nuk do mbaroj kjo luftë. Aludime kishte që dhe shefi, komandanti i Gardës Revolucionare ishte bashkëpunëtori i Izraelit, i Mossadit. Po? Aludime janë këto. Nuk e di sepse Izraeli thotë që ne kemi çuar në Izrael dhe ai është i sigurt tani, ndërkohë Irani deklaron nga ana tjetër që ne kemi kapur dhe e kemi ekzekutuar si tradhtar. Por fakti është që para disa kohësh Ministria e Inteligjencës e Iranit themeloi një grup i cili do të detektonte, po themi, do të zbulonte agjentët e Mossadit në Iran dhe kush janë dhe çfarë bëjnë me qëllim për t'i arrestuar dhe penalizuar. Dhe më pas doli që shefi i kësaj njësie bashkë me 20 tjerë ishin gjithë agjentë Mossadit. Unë i kishte shërbetuar Mossadi përpara, kjo punë nuk ka filluar sot, kjo luftë nuk ka filluar sot. Qartë. Ajo ka vite që bëhet dhe njerëzit kanë qenë në shërbim të shërbimeve izraelite dhe amerikane. Ishim ne realisht të kërcënuar, sepse ai që u vra, Ali Khamenei, Ayatollahu, ishte ai që kërcënoi Shqipërinë, një shtet i vogël e Tinzar. Ishim ne realisht të kërcënuar? Shiko, bëhet fjalë për kohën kur u vra Qasem Soleimani, komandanti i Gardës Revolucionare të Iranit.
një njeri me shumë potencë vlerësimin tim, që kur e shikoje në paraqitjet të ngjallte, domethënë respekt apo të impononte, ishte njëri shumë ushtarak në kuptimin e mirë të fjalës. Jo respekt. Jo respekt se çfarë bën ai, sepse ne e konsiderojmë si njëri dëmshëm për çfarë kishte objektiv struktura që ai drejtonte, por mbas vrasjes së tij Khamenei doli në një dalje për mediat dhe përmendi edhe Shqipërinë. Në fakt në atë kohë ka qenë një situatë shumë e sikleshme, pasi ishit drejtor? Drejtori i antiterrorit në atë kohë, dhe situatë shumë e sikleshme pasi ai e shprehu dhe tha siç ne na kanë goditur drejtuesit tanë, edhe ne do ju godasim drejtuesit tuaj. Ju friksuat ose më saktë padet? Shiko, u bën disa takime dhe institucionet u vunë në gjendje alerti. U vunë alert? U vunë alert për mënyrën se si do të organizohet parandalimi, po themi, i akteve të tilla, nëse do të ketë mënyra e ruajtjes, e lëvizjes si të autoriteteve të larta shtetërore, ashtu dhe të autoriteteve të larta për sa i përket... U morën masë në Shqipëri? U morën masë. Se këto janë ato qështimle, po? Janë bërë takime, kemi bërë disa takime në zyrën e ministrit. Kush ishte më i rrezikuar në Shqipëri? Nuk mund të them se kush më shumë, kush më pak, pasi ne nuk kishim një listë prioritare dhe informacion se këtë donin të godisnin, por që kjo nuk shkonte ekskluzivisht, po themi, për vrasjen e Kasem Sulemani, pasi ne nuk kishim gisht si vend për vrasjen e tij me dron, por ka të bëj me të gjithë atë punë që ishte investuar në vendin tonë nga institucionet e sigurisë, lidhur me detektimin, po themi, zbulimin e agjentëve apo personazheve që hynin në vendin tonë me qëllim për të realizuar apo planifikuar realizuar sulme terroriste. Dhe ne e kishim bërë në disa raste. Ndërkohë që ambasada u mbyll, ndërkohë që u mbyll më vonë ambasada, por vazhdimisht ishte para ajo trysnia e institucioneve të sigurisë ndaj personazheve të caktuara, po themi, iraniane, qofshin këto me imunitet diplomatik në vendin tonë apo jo, për të mos realizuar atë që donin të realizonin ata. Dhe ndaj nuk ka të bëjë thjesht vetëm me vrasjen e Kasem Sulemanit kjo deklarate e Khameneit. Okej, ne kemi duhet kemi dhe një foton e aja, ky ishte, do të ne e zauruam këtë. Foto tjetër, se e zauruam këtë. A këtu, tani për krimin transnacional, Shqipëria është i rrezikuar më shumë, zoti Nano, nga terrorizmi, nga krimi organizuar apo krimi transnacional, që është një fazë akoma më tjetër se sa krimi i organizuar? Shiko, si është puna. Sidomos në periudhat kur ka konflikte, do ta lidh pak edhe me këtë konfliktin e fundit që po zhvillohet. Lidhjen e mesme? Lidhjen e mesme. Po. Krimi organizuar e shfrytëzon. E shfrytëzon, ha? E shfrytëzon sepse marrim rastin e migrantëve të palishëm. Ka njerëz që largohen nga zonat e konfliktit, duan të shmangin konflikte të tjera dhe synojnë gjithmonë zonat dhe shtetet europiane. Dhe grupet e kontrabandimit, po themi, të këtyre njerëzve e shfrytëzojnë për t'u pasuruar. Nuk duhet të përjashtojmë dhe momentin që në këto grupe gjatë flukseve migratore ka dhe persona të cilët mund të jenë rrezik për sigurinë kombëtare. Mund të ketë terroristë të cilët infiltrohen në grupe që duan të shfrytëzojnë për të shkuar në Europë si migrant palishëm, kupton? Do të thonë ai përveç aktit terrorist, ai bëhet edhe pjesë edhe e trafikut. Bëhet pjesë sepse ai do të lëviz patjetër nga lindja mesme në drejtim të shtetet e Europës, sepse aty gjendet më i sigurt, më i... Kështu që edhe në këtë aspekt, domethënë, krimi gjen vend për tu atashuar në këto, apo për përfituar
Dhe këtu kemi një ndërthurje të... Ka një ndërthurje të krimit të organizuar me konfliktin apo me terrorizmin, po themi. Sepse institucionet flas jo në vendin tonë, në vendin tonë është më ndryshe sepse ne fatmirësisht jemi pak më larg luftës, po institucionet e saktuara fokusohen më tepër tek lufta, institucionet e vendeve kufitare. Po pra, duke u fokusuar atje, lënë me janë pastaj këtë kutitin e krimit. Po lihet patjetër. Domthonë dobësohen institucionet në kuptimin e objektivit parësor që ato kanë dhe fokusohen më tepër te lufta. Rritet kërkesa për armë, patjetër që grupet... Rritur kërkesa për armë. Po grupet e krimit të organizuar këtë punë kanë. Do të kontrabandojnë njerëz, do të kontrabandojnë armë. Do të thënë për gjithë ata që ta ndjekin, konflikti lidhje mesme ka bërë që organizatat kriminale merren tani me trafik armësh. Shqipëria është e rrezikuar? Unë nuk besoj që është e rrezikuar Shqipëria, unë thash jemi pak larg. Dhe aq larg jo? Asaj që po ndodhet. Kështu që ne jemi mes dhe? Ne po themi që ndoshta nuk përdoret vendi ynë si vend origjine apo vend tranziti sepse nuk na përkon ajo lëvizja, por nëse ka grupe qofshin këto dhe me përbërje shqiptare apo me përbërje ndërkombëtare më afër, më pranë atij konfliktit, patjetër që në raste të tilla do ta shfrytëzojnë për të tregtuar armë dhe kontrabanduar njerëz. Zotina, më ka bërë shumë përshtypje që Shtetet Bashkuara të Amerikës kohët e fundit janë treguar shumë të shqetësuara institucionet e saj të sigurisë dhe jo vetëm për trafikun e drogës me objekt Shqipërinë. Që grupet kriminale janë marrë me trafik droge dhe ato shqiptare pa diskutim. Po pse ky interesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës? Se ne edhe në aspektin politik, pavarësisht se ju nuk flisni për politik, por ne kemi një term që është futur tashmë narkoshtet, që mua personalisht jo thjesht nuk më pëlqen pas as e pranoj se një vend kandidat për antarësimin në BE nuk mund të jetë ky narkoshteti. Tani, unë po flas me një specialist, lëre punën e drejtorit të policisë, po një ekspert, një specialist që e njeh shumë mirë mënyrën se si funksionon krimi organizuar dhe veçanërisht trafiku i drogës. Çfarë do thoni për këtë? Gjithmonë trafiku i narkotikëve ka qenë shqetësim. Gjithmonë ka qenë shqetësim sepse është një aktivitet kriminal, i cili në jetën tonë të përditshme nuk na ndikon drejt për drejt. Që do të thotë, mund të ndodhë tani që ne flasim trafiku në hyrje të Shqipërisë dhe ne nuk na e prish këtë intervistën këtu. Nuk na e ndikon këtë intervistën këtu. Fare, zero. Nuk na e ndikon nëse ne dalim pimi kafe mbas kësaj intervistës këtu. Është një diçka që ne nuk e shohim drejt për drejt, por na ndikon, patjetër, sepse gjithë kjo sasi narkotike që hyn, do të konsumohet këtu apo jo. Nëse hyn për përdorimin shqiptar. Nëse hyn për përdorimin shqiptar, mund të rrezikohen dhe të rinjt, të cilët mund të joshen, po themi, për ta provuar dhe për ta përdorur. Dhe mbeten pastaj peng. Dhe bën vartës të saj. Fuqizimi në buxhet nga shitja e lëndëve narkotike i grupeve kriminale e bën më të fuqishëm atë në objektin e tij të punës që ka. Sepse ka më tepër mundësi të korruptojë zyrtar, ka më tepër buxhet për të ruajtur veten e tij, ka më tepër buxhet për të ndërtuar ato skemat e sigurisë apo shmangjen e hetimeve nga policia, sepse kanë teknologji edhe më të lartë, ecin shumë hapa përpara se policia, se nuk kanë procedura prokurimi të nderimi ata nëse duan të blejnë një pajisje. Nëse duhet një pajisje do ta blejnë, jepen lekët, dhe shkon blihet ajo. Jo si këtu që do të filloj procedura edhe pastaj shkon burokracitë. Përveç burokracisë, pastaj nuk po hyn fare cilësisë se çfarë vjen. Kështu që ai kërkon më të mirën sepse ja bën halli dhe e bën atë punë. Kështu që e fuqizon një grup kriminal duke i rritur buxhetin dhe ai rrezikon të ketë një buxhet më të madh se buxheti i shtetit apo se buxheti i policisë, po themi, e kupton. Një grup i caktuar. Kjo është shqetësuese. Sepse e bën të paprekshëm pastaj. Por ndërkohë kemi vënë re që kohët e fundit, edhe këta që janë konsideruar të paprekshëm,
po goditen. Kemi parë të urdhrat që kanë nxjerrë SPAK-u etj. etj. Çështja është e tillë që policia shqiptare, po flasim, meqense kam qenë pjesë e policisë, duhet të arrijë në atë nivel që jo vetëm të zbatoj urdhrat e arrestit që vinë nga vendet e tjera europiane, partnere. Për çfarë thuaj? Ta filloj vetë, të jetë vetë iniciatore. Se bën policia këtë? E timit kanë ndjenin time edhe kanë bërë dhe po punojnë. Aty duket forca dhe serioziteti i policisë shtetit dhe profesionalizmi i saj. Ta filloj vetë dhe t'i thot Gjermanisë që ekzekuto këto urdhra për ne. Për llogarit tonë. Ti thot Italisë që po se kemi bërë zoti. Mirë, pra tash ndoshta janë procese dhe nuk dim detaje. Jo, di pse them këtë, se shefi Altin Dumani, shefi i SPAK-ut, drejtuesi i SPAK-ut ka bërë një akuzë shumë të rëndë kur ka qenë në parlament. Ka thënë që drejtues të lartë të policisë së shtetit janë të lidhur me krimin organizuar. Çështja më shqetësuese që un kam. Shiko, ajo është vërtet shqetësuese dhe patjetër kur e thot drejtuesi i SPAK-ut është e vërtetë se nuk e thot kot, por thash edhe një herë, po jo, por ju ka qenë shqetësim? Proces, patjetër që ka qenë shqetësim. Po pse se keni thënë? Patjetër që ka qenë shqetësim sepse e kam thënë unë, kam dhënë një deklaratë për një media franceze dhe kam thënë është dekonspiruar operacioni. Tani na thuaj për këtë media shqiptare, si e the atje në media franceze? Tani çështja dekonspiruar operacioni? Po dekonspiruar operacioni se nuk u kapën disa nga figurat që duheshin kapur atje nga dhe kush e dekonspiroi? Nuk e dim se kush e dekonspiroi operacionin dhe për atë rast filloi një hetim i pavarur, po themi, lidhur me. Jo, më kujtohet. Lidhur me atë. Çështja ishte dhe përdorimi i lëndëve narkotike brenda policisë shtetit. Ë? Brenda policisë shtetit përdorin Dhe oficerë policie përdorin drogë? Ajo që unë e tentova me të madhe për ta bërë, pavarësisht se u keq interpretua nga media të caktuara apo personazhe të caktuara që nuk e di arsyen pse. Ajo ishte një iniciativë si thua, e aplikuar dhe në agjenci të tjera. Do dhe ju kërkua testin e drogës. Çfarë presupozonte testi i drogës? Testi i drogës presupozonte që në kohën që punonësit janë duke marrë detyrën, shërbimin, po themi, në fillim, ose në dorëzim të shërbimit, po themi, kategoria e cila presupozohej që ishte me risk për shkak të detyrës që kryente, për shkak të grup moshës caktuar, do të përzgjidheshin element punojës të caktuar për të testuar. Sot testohen 4 punojës. Lën shërbimin, merren 4 veta, testohen. Jo, kjo është gjë më normale, po testohen dhe shikohet prania në secilin prej punojëve të substancave psikotrope, po themi. Dhe kjo ka të bëjë dhe me parandalimin, që shikose policia e ka një instrument që e bën. Edhe parandalimi, bravo, shumë e bukur kjo. E ka një instrument që e bën këtë punë policia e shtetit dhe nuk, tash nëse do të përdorësh lëndë narkotike. Ika policia. Largo nga detyrat atje dhe shko. Jo se atje lejohesh, po në polici nuk. Ideja është e tillë që nuk kush u la juve? Urdhra? Kush u la juve? Jo, filloi kjo, u aplikua kjo. U aplikua. Pse u ndërpret? Kush e? Nuk e di unë atë punë, pse u ndërpret. Unë e di. Nuk jam aty. A kupton? Jo, juve sa ishit e bët? Po. Pastaj kur ikët ju nuk u bë më? Jo, nuk e di çfarë është bërë më, se nuk kam dëgjuar. Nuk kam dëgjuar. Po sa muaj zgjati që ju e bët? Nuk mbaj mend, por zgjati goxha muaj, aq sa unë qëndrova. Dolën oficer policie që Shiko çfarë u bë. Fillimisht sepse ishte një test i cili u bë masivisht për punonjës policie dhe ne na ndihmoi bëm një marrëveshje me një laborator privat në atë kohë, i cili bënte ekzaminimin paraprak dhe kishte mundësinë, kishte teknologjinë, po themi, dhe mundësinë për ta bërë këtë, edhe i miratuar, po themi, për ta nxjerrë rezultatin certifikuar. Dhe në momentin që dilte pozitiv një nga punonjësit e policisë, kampioni i gjakut, se nuk konsumohet i gjithë, ai flakoni që merret, ajo pjesë që mbetet me barkodin dhe me raportin paraprak, shkonte, bëmi marrëveshje me mjekësinë ligjore dhe shkonte në mjekësinë ligjore që të dilte akt nga mjekësia ligjore
për përmbajtjen ose jo të substancë narkotike. Dhe aty pastaj nuk ishte më qartë, ishte një akt zyrtar ai, shumë e qepur, e kopcitur. Nuk ishte më diskutim je apo si je përdorues. Kështu që në këtë mënyrë e menduam, e diskutuam, ecëm aq sa mund të ecim. Thash edhe njerë, disa e mirëpritën, disa jo, me shumë pikpyetje, por kjo ishte... Po kishte një trysni të panevojshme në atë kohë dhe nuk e kuptova, dhe disa media të caktuara që bënin ca analiza që unë nuk e kuptoj pse, e kupton? Dhe nuk e kuptoj arsyen dhe ku donin dilin me këtë pjesë, apo ndoshta të ndikuar, apo themi, etj. Por gjithsesi, ajo çfarë u bë në atë kohë dhe unë them që duhet të jetë ajo një. Dhe duhet bëhet sot sipas jush. Dhe nuk e di sot, duhet bëhet. Ajo një dhe testi alkoolit 2. Edhe i alkooli. Po. Pim policë sot alkool, ë? Duhet pi në orar të punës. Çfarë ndodh? Në Çeki, kam qenë një vizitë në Çeki dhe takova ata kolegët e antiterrorit kur isha në atë kohë. Dhe na thanë që shikoni ne kemi procedurë pune që gjatë orarit punës vjen personi i caktuar me detyrë për të na testuar për alkool, bashkë me punojësin e qarkullimit rrugor, policisë rrugore, se nuk ka një shkencë madhe, dragërin, siç e bëjnë për qytetarët, dhe na teston gjatë orarit punës dhe thotë, për sot je përzgjedhur 1, 2, 3 persona, të teston, je pozitiv, në momentin që je pozitiv dhe ke konsumuar alkool, je automatikisht i larguar nga rradha e policisë. Dhe nuk kemi edhe pse rrezikojmë. Për kaq. Mbaron turnin, mbaron atë. Po këtu? Pastaj ulesh. Këtu kemi parë raste sepse ka pas raste edhe të aksidenteve rrugore të kryera nga punojës policie në efektin e alkoolit, kështu që policë të dheur kanë bërë aksidente. Po kanë bërë aksidente. Ky është fakt, a kupton edhe, kështu që nuk mund ta fshehim të pjesë. Okej, se jemi në fund të emisionit, kemi 2 foto në mos gabojësh e Joni Ketës. Na kputen mes me këtë ti. Ku kputet mes? Ti ke bërë trajnim në FBI? Po se na kishin pirë në kamë dhe kishin mbledhur veten, pastaj foto shëndoshëm. Sa vajtë do pim mas emision. Po, është foto e Byros Kombëtare të Hetimit dhe jemi në fund. Jo, do të thënë kjo është një takim i Joni Ketës. Do doja një se ju garuat për garuam bashkë. U shgënjeve? Shiko, nuk është që shgënjimi. Me të gjithë kandidatët që konkuruan aty, unë njivem, kam punuar, me një pjesë, edhe me zotin Keta kam punuar, ka në rastit punoj, kemi pas bashkëpunim. Nuk është që shgënjimi, se sa ndoshta duhesh të kaluar stafeta një drejtuesi që vinte nga vetë brenda institucionit, po themi, kështu që kaq, kjo ishte. Kështu e kam kuptuar. Dhe cili është vlerësimi juaj për Joni Ketën? Jo, kam shumë vlerësim sepse e njoh prej kohësh, nuk e njoh sot. Okej. Kam shumë vlerësim. S'kemi foto tjetër, besoj. Apo dhe një tjetër? Një vlerësim për ta mbyllur për trupën e Spakut, 20 prokurorët, 20 titanët, them unë. Me pjesën më të madhe të prokurorëve kam pasur kam punuar edhe në rolin e oficerit policisë gjyqësore në çështje të drejtuara nga prokurorët. Ashtu sikur punonin në prokurori të rrethave apo prokurori të krimeve të rënda, ashtu edhe gjatë kohës në SPAK. Kam bashkëpunuar dhe si drejtori i terrorit, ashtu edhe si drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, kam vlerësim maksimal për të gjithë, pa ndar asnjërin prej tyre. Kam punë vështirë. Për mendimin tim? Jo, të vështirë ne prandaj kemi çuar atje, të është punë e vështirë, po. Problemi është si vlerëson në aspektin profesional. Unë besoj janë shumë profesionistë dhe unë besoj që do të ketë edhe më shumë rezultate në vazhdim nga struktura e SPAK. Po, ajo thënë Altin Dumani që oficerët lartë policisë së shtetit janë dhe konspirojnë operacione dhe janë gjithë me krimin organizuar, që më rënd që kanë po ju e shpjegoja pak më përpara, po ju shpjegoja edhe pjesën e testit narkotikëve. Çështja është që kjo nuk është një procedurë që mund zgjidhet për një javë, se ti ishe zgjidhur për një javë, ishe zgjidhur kjo punë. Është një punë që ka kohë e cila është një problematikë ka kohë që është futur brenda strukturës dhe nuk mund të zhbëhet për një javë. Dhe nuk mund të shbëj
e vetëm e policia e shtetit. Nuk mund ta shbëj vetëm SPAK-u pa bashkëpunimin e policisë. Nuk mund ta shbëj dot vetëm AMP-ja, po nuk ka një as drejtori i policisë që rri 10 muaj në detyrë. As ai që rri 10 muaj, po edhe 5 vjet po të rri, i vetëm ai nuk e bën dot. Po kush e nuk bën? Bëhet asgjë vetëm. E gjitha bëhet bashkërisht. Duhet dhe ndihma dhe mbështetja e komunitetit për ta bërë këtë punë. Që është një element shumë kyç, që nuk e kemi përmendur fare sot në emisionin tonë, fakt. Jo, ç'ta përmendosh atë ju? Policia s'ka policinë në komunitet. Publiku ka Policia shqiptare zoti Nano nuk ka fare policinë në komunitet. Dakor. Publiku ka rol kryesor dhe është do emision tjetër në vetë ajo që pse edhe nuk e përmendon. Kështu që thash, çdo element ka rëndësinë e vet në të gjithë procesin që ne po flasim. Okej. U lodhë? Po them u lodha, unë do më qortosh ti, do thosh. Je djalë i ri. Të falenderoj shumë zoti Nano që ishe në emisionin tim. Do kemi edhe raste tjera dhe u lanë ca gjëra pa u trajtuar, po do kemi raste tjera. Faleminderit, ju uroj më të mirën. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni im për sot, publicitet nga Aurelian Qafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistroheni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.